emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mirëmbrëma, ju mësuar, mirëmbrëma. Përshëndetje të nderuar shikues nga kjo e diele vikendi në punë, natyrisht për të mbulu një zhvillim të rëndësishëm në esencë, por të parëndësishëm duket se po e bëjnë vetë deputetët. Sot është përpjekja 7 që të konstituohet kuvendi, është ftuar mbledhja për në ora 10, siç po ftohet rëndëmt për çdo 48 orë, siç është sankcionuar e normuar dhe me rregullorët të punës së kuvendit. Jemi këtu për të përcjellë në kohë reale gjithë ato që do të ndodhë, është epizodi i 7, serisë njëjtë, rolet nuk kanë ndryshuar asnjë gjë, por ne jemi këtu natyrisht për të raportuar, për të shtruar pyetjet që metojnë llogaridhënie për gjithë këtë situatë të pazakontë, të pakuptueshme në esencë për një mendje racionale se ç'po ndodh me kuvendin e Kosovës. Prezantoj Afrim Kasollin direkt në këtë program special për të analizuar zhvillimet e ditës sotme. Kasolli, faleminderit për kohën, mirëmbrëma thash. E kuptueshme sepse zakonisht të emisioni kemi në orë të vona të mbrëmjes edhe normale që të vinë këto vetveti. Jo, tash problemi është se nuk ka prish sot skema pak e organizimit të ditës. Po në rregull jemi. Media nuk ka orar. Nuk ka orar për shkak se të rëndomt administrativ. Janë ngjarje që duhet i përcjellim, ti analizojmë në situatën në cilën ndodhemi që realisht siç e thatë edhe ju, thuaj se është e pakuptueshme dhe askush më nuk po din si ta interpretoj, t'jap paktën disa indicie se ka po shkon procesi apo dalim prej këtij rrethi. Së paku të dihet. Së paku të dihet apo dalim prej këtij rrethi vicioz apo do të vazhdojmë duke u shqyer me këto veprime bllokuese, edhe më tepër duke thellu këtë krizë, sepse është natyrën e krizave, është natyrën e blokadave, është natyrën e situatave të këtilla që ushqejnë vetveten nëse nuk ka veprime imediate dhe të menjëhershme për ta ndrruar kursin e ngjarjeve. Siç duket jemi të njëjtat pozicione çfarë ishim prej ditës së fundit që së bashku i patëm analizuar qëndrimet e subjekteve politike parlamentare për situatën e cila është krijuar. Nuk ka pas asnjë lëvizje, do thot asnjë tentim që të paktën të zhbllokohet ky proces, të hapet rrugë. Indikacione nuk ka. Nuk ka, domethënë janë në bazë të atyre informatave që po na vjen tash kohë pas kohë, deklarimet e deputetëve të subjekteve parlamentare, situata ka mbetur e njëjtë dhe nuk duket një dritë në fund të tunelit. Domthonë lëvizja vetvendosje si parti fituese e zgjedhjeve mbetet e bunkerizuar në qëndrimin e saj që vetëm kandidati atyre Albolena Haxhiu duhet të votohet, ndërkohë subjektet e tjera parlamentare e kanë bërë qartë që nuk janë të gatshme, nuk janë në gjendje ta kapërdin këtë tentim imponim të lëvizjes vetvendosje për t'ia imponuar kandidatin e tyre. Kanë dhënë indikacione se janë të gatshëm, për gjitha subjekteve kanë dhënë indikacione se janë të gatshëm ta marrin konsiderat ndonjë emër tjetër, mirë po që me këtë emër nuk mund të shkohet me tuti. Kështu që kjo është situata, presim të shohim çka do të ndodhë, por siç duket do të vazhdojmë ende brenda rrethit vicioz të bllokadës në një përpjekje që secila ta akuzoj tjetrën që është fajtore për gjendjen ka po shkojmë. Duket që lëvizja vetvendosje nga ajo që po e shoh Kasolli dhe në rrjetet sociale dhe në reagimet e çdoditshme të qytetarëve për te e bindje ndryshme politike, duket se një mrusi përbashkët është thuajse të gjithë. Kjo pyetja, si u bë që me majtë të bllokuar kuvendin? Si u bë në kërkim të kësaj kjo përgjigje nuk duket ende në horizont. Po askush nuk po përpiqet të jap një dimension racional të shtekdaljes. Edhe kreu i KQZ-s Baraliu kërkon ndërhyrjen e ndërkombëtarëve. Kena ardhur në situatën nga një mjedis që u stigmatizojshin ata se po ndërhyjnë duke bërë qeveri, duke modelu figura politike e tjerë. Kena në situatën me gjas për të kërku shpëtimin të ta ose të presidentja që e ka detyrë. Dhe kushtetuesi i ka ftuar partit
në fakt ka shprehur gatishmëri. Po në letrën e parë Ka shprehur gatishmërisë është në funksion të çdo kërkese që kanë partitë për dialog politik, por duket që një kontroll kushtetues i situatës, nëse ka vendim, megjithëse është domosdoshëm. Po tash rrit kjo kërkon, kjo situatë në aspektin e kontrollit kushtetues kërkon një interpretim juridik, do të thotë sa mund në gjendjen në cilën jemi që gjykata kushtetuese të intervenojë ta qartësoj situatën në cilën është gjendur kuvendi i Kosovës. Ajo që shihet nga interpretimi i lëvizjes vetëvendosje tenton që konstituimin e kuvendit ta konsideroj si përgjegjësitë e secilit deputet. Do të nëse i përcjellim reagimet e tyre, nëse i përcjellim qëndrimet e tyre, ata insistojnë që edhe zgjedhja e kryeparlamentarit, edhe organeve të tjera, do të thotë sepse pas zgjedhjen e gjithë këtyre trupave nuk mund të konsiderohet i konstituar kuvendi, e vlerësojnë si përgjegjësi të secilit deputet dhe jo që duhet të bëhet me marrëveshje paraprake politike. Por e shmangën këtë pjesën e nenit kushtetues. Një keq lexim që i bëjnë deputeti ka lirisë. Kjo është një keq lexim që i bëjnë, domethënë sidomos akt gjykimi të vitit 2014, të cilën dikur e satanizonin e mallkonin në një farë mënyrë si një lloj norme që është përdorur për t'i shërbyer atyre që paraprakisht ishin në pushtet për ta ruajtur pushtetin. Do thotë tash këtë insistimi i tyre, këtë insistimi i tyre është që si nëpërmjet kësaj norme që dikur ishte e papranueshme, ti detyrojnë deputetët e subjekteve tjera politike që t'ja u përkrahin kandidatin e tyre zonin Albolena Haxhiu. Gjë që thash është keq lexim sepse e kemi përmendur në disa emisione, akt vendimi e thotë qartë, deputeti është i lirë si të votojë, deputeti duhet marrë pjesë në seancë, duhet të jetë aktiv me votim, por jo që të votojë për çdo lloj kandidati që ja imponon në pushtetin. Gatese në kuadër të kësaj betejë politike të taktizive politike. Dhe që është më skandaloze, për ta përfunduar, që është më skandaloze, që është e paprecedent, domethënë përfaqësues të partisë që ende në mënyrë dyshim po e mbajnë qeverinë në aspektin kushtetues, kanë deklaruar që ne jemi në rregull, siç patëm rastin ta dëgjojmë, një ministër i kabinetit në detyrën qeveritar deklaroi, tha që ne jemi në rregull, qeveria po punon, është punë e kuvendit, a don të konstituohet apo të mos konstituohet. Ishte Kuran Murati. Ishte Kuran Murati që partia që deklaroi. Që është skandaloze, është figurativisht kështu pe parafrazoj kështu, po e bëj një përmbledhje deklaratës së tij. Ju tha oponentëve, për vetje keni me një farë mënyrë. Nëse doni se na çupi këtu i shkojnë në qeveri june. Nga këtu tha shkojnë në qeveri, na punojmë. Po ju për vetje keni. Cila qeveri, cila qeveri në mënyrë normale. A duket një gjuhë degraduese. Jo që është degraduese, po është e rrezikshme dhe është burimi një krize të jashtëzakonshme politike dhe kushtetuese. Sepse është alarm, sepse kjo është një tendencë me qeverisë vendin vetëm me veprime me akte administrative. Kur nuk funksionon legislativi, kur nuk funksionon kuvendi, kemi një tendencë të ekzekutivit që t'jetë i lirë nga ky kontroll kushtetues i kuvendit dhe t'jetë i kënaqur me këtë mungesë të kontrollit parlamentar. Dhe që çush është legjitime ajo vendimarrje. Ato janë akte administrative, domethënë këtë filozofia e demokracive parlamentare është me i reduktu, do thotë këtë çështje të pushtetit ekzekutiv që të mos qeveris me akte administrative. Ndërkohë Elos Regjin sapo ka deklaruar time kadriaj e AK-s, regjia atje ka gjitha platformat për transmetim live të çdo deklarate, kurdo që keni në transmetim në kohë reale, ju lutem na nxjerrni këtu sepse sapo deklaroi kadriaj që qëndrimi i tyre është i njëjtë se votojmë Albolena Haxhiun për kryetare. Një epizod lehtësisht e parashikuar, me personazhe të njohura, me një skenar të njohur. Pse më lejo veç ta përfundoj nëse s'është gati. Jo, kur to gati ata. Para se dje bilëm ra rasti disa demokraci tjera parlamentare, e nuk është e rastishme pse kanë këtë rregullim, ndonse Kosova nuk e ka mirë, por ne duhet ta lexojmë frymën e disa demokracive parlamentare. Partitë fituese, a di çfarë opsioni kishin për zgjedhjet kryeparlamentarit? Domthonë askush nuk e mohon, mirë po i vendosin 3 emra, partia fituese ka drejt i vendos
3 emra për krye parlamentar dhe cili prej atyre 3 emrave merr vota më shumë zgjedhjet e krye parlamentar. Do thotë është e vërtetë që ne ndoshta nuk e kemi këtë normë të shkruar në rendin ton kushtetues, por duhet ta lexojmë këtë frym pse shumë prej demokracive parlamentare e kanë aplikuar këtë solucion. Sepse edhe në vendet perëndimore, do thotë, të gjithë kandidatët nuk mund të jenë preferuar për subjektet që i kanë humbur zgjedhjet, prandaj subjekti fitues i tyre i vendos 3 emra dhe cili prej atyre shihet që është më konsensual dhe më i dobishëm për ta menaxhuar parlamentin në një frym kooperative i merr votat e mjaftueshme të gjithë deputetëve. Kështu që këtu është arsyeja pse na kemi ngecur në këtë situatë. Ka nisur zhvillime, natyrisht mediat janë aty për ta mbaruar punën e tyre. Hajde ta shikojmë Memli ka snitur duke hyrë live të pamjet, ju lutem. Në lutë. Asë o të shqyrëm, në shoha lëviz dhe qatë. Ashtë ta kanë du kandidatën për shpesej. Për ndryshe? Ate tonë, për ndryshe, dojnë me vazhdu blokohet. Po në rizime që dhine shprej. Në kandidatira. Ishte pamja në kohë reale grupi parlamentari PDK-s duke hyrë në Kuvend Kosovës. Pas 18 minutash, nëse fillon me kohë seanca, nëse kryesuesi nuk fton për konsulta, Po s'ka indikacione. nuk ka ende ndonjë Po janë lajm. shterë edhe mundësitë për takim konsensual as më tepër që e kemi thonë disa herë. Nuk peshojnë ato si... Nuk peshojnë, është pozicioni i tij politik. Si vullnet real politik. Nuk ka mandat politik ai. Real, na mund tash në kuptimin. Tash po them figurativisht aksidentalisht moshës. Ka mund të jetë dikush tjetër, ka mund të jetë një i Partisë Demokratike të Kosovës, ka mund të jetë i Lidhjes Demokratike të Kosovës, një person i cili mosha ja krijon këtë detyrim, mirë po realisht menaxhuesi i seancës konstituive nuk e ka peshën reale politike për të ofruar takime konsultative dhe për të arritur deri te një zgjidhje e pajtueshme ndërmjet gjitha subjekteve politike. Kjo bëhet në takim të liderëve, ndërkohë kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës në tentimin e parafundit deklaroi që edhe nuk do t'i shkonin po t'i ftonte Albin Kurti sepse ai është vetëm një deputet, nuk ka mandat tjetër politik për nisma të tilla. Kjo është vetëm dorën e presidentës, mirë po edhe presidentja edhe sa kanë vullnet partitë politike që të bashkëpunojnë me presidentën, sepse ai nuk ka mekanizma detyrues, nuk ka mekanizma detyrues për të. Ai mund shpreh vetë vullnetin. Ajo ka shpreh letrën që i është përgjigjur menaxhuesit të seancës zoti Dehari, ka thënë zyra e presidentës është e hapur për takime konsultative politike, por kjo tash është në vullnetin e subjekteve politike, a dojnë të përgjigjen kësaj ftese apo jo. Gjë që shihet qartë që mungon. Krasniq që tha se vetëm presidentja ka mandatin e plot legal, legal. Për që mund ta bëj përpjekjen për ta shpëtuar nga kjo grup, si më thënë kush ka të ndisur. Kush ka të ndisur politikisht. Është interesant Blerim Sallau, zëvendës ministri i drejtësisë, një deklaratë që pat interesant, ta ndëgjojmë bashkë, të lutem, e kam këtu. Është shumë interesant, por sfidohet nga kolegu gazetar jo në KTV. Profili që thjeshe opozita, çfarë ti bëjon? Po jo, po është gabim, është jo ligjore, me para, shkoni, është vetëm ta përfundoj. Jo ligjore. Ju ligjore, se është para gjykim. Para gjykimit është nuk jam jurist, po para gjykimit. Logjikën juridike, ligjore të paragjykosh. Po është jo ligjore sepse nuk paragjykosh asnjëherë se është jo ligjore. Jo, nuk parashihet me as me ligj as me konstitut, me thonë që Blerim Sallai do të jetë i dëmshëm dhe do ta votojmë. Duket që kanë kaluar edhe në interpretime të pazakonta, unë kështu du t'jem pazakonta që vërtet përfaqësojnë tallje. Po, është do thotë refuzimi që ka me paragjyku është jo ligjore. Është shfaq mendim politik për kundër abstenim është jo ligjore. Jo ligjore, është insistimi i vazhdueshëm, do thotë i lëvizjes së vetëvendosje që nuk demonstron vullnet politik për të marrë në konsiderat
shqetësimit që kanë adresu subjekte tjera parlamentare dhe duke tentu që përgjegjësinë për bllokimin e kuvendit të anvesh vetëm atyre sepse është përgjegjësi kushtetuese e ligjore sipas tyre e gjithë deputetëve të kuvendit të Kosovës të marrin pjesë në konstituimin e këtij organi. Do thotë kjo është këtë teza që po e mbron aktualisht lëvizja vetëvendosje, nuk e shohim të arsyeshme të bëjmë marrëveshje politike, të marrim në konsiderat shqetësimet e tyre, sepse ata kanë për detyrim kushtetues të nënshtruar vullnetit tonë politik. Kjo është esenca e problemit, e maskuar në forma të ndryshme në emrin e normave ligjore e tjera. Përpjekje për ta maskuar sepse është evidente që nuk është profesionistët e panë si Talli vërtet. Talli është mundur të jetë një figurë tillë zëvendësministit të drejtësisë. Mbase ka taktizuar se nuk mund të beso që ai nuk e di këtë gjë. Jo, besoj që e din, mirë po është një interpretim i nevojshëm politik për plotsu kërkesat e për të ashtu përpara taktizimin. Taktizimin politik e kërkesat e partisë për të kontribuar në satanizimin dhe në denoncimin e atyre që, do thotë, janë bë pengesë për themelimin e organeve të Republikës Kosovës. Kreta ajo çfarë thu e rikonfirmon koha, zhvillimet në kohë që ka ndodhur. Është një deklarat e Zotit Glauku Njumsa me 18 shtator 2014. E kombinuar në një proces montazhe me atë se çfarë po ndodh sot. Glauku Njumsa se si ka folur në 2014 e demanton atë se çfarë flet zonja Haxhiu sot. Ta shikojmë, lutem. Dhe shtetit tonë po i bën dëm shumë të madh. Lajmet ndërkombëtare po thonë që Kosova është bllokuar në një krizë vetëm për shkak se një subjekt politik po dëshiron që ose ai ta udhëheq patjetër Kosovën ose kriza do të vazhdojë pafundësisht. Andaj duke qenë kështu, o e bëjmë qeverinë ne, o shkojmë zgjedhje. Unë mendoj që kjo është një logjikë e keqe. Një logjikë e cila nuk i konvenon shtetit të Kosovës. A i keni votat ajo? Jam përgjigj, i keni votat. Realiteti demokratik në Kosovë është që ajo nuk i ka numrat, nuk mund t'i krijojë institucione. Po, lutem. A jem gati? Shkoj. Unë pres me reflektu opozita, pra me maturu dhe mos m'ja humb kohën popullit, kohën e çmuar, popullit në Republikën e Kosovës dhe të votoj sot për kandidatën të cilën kushtetuta thotë se propozon partia e cila i ka fituar zgjedhjet në Republikën e Kosovës. Andaj unë pres sot reflektim nga opozita që të votojë dhe të zhbllokuar institucionet dhe të kalojmë tutje për formimin e qeverisë. Nëse keni këtë pritje për opozitën, ai bie që s'keni marrëveshje. Po me siguri që nuk ka marrëveshje për shkak se çështja kryesore është që kandidatura për kryetar të Kuvendit të Republikës së Kosovës i takon propozuesit në këtë rast partisë e cila i ka fituar zgjedhjet. Mase nuk i keni votat, ata keni pas ndonjë diskutim zoti Beçineu. Unë e thash që neve na takon propozimi dhe këtë duhet me respektu opozita, pastaj të kalojmë. Nëse i kanë votat për qeveri, le ta zhbllokojnë çështën e kryetarit të kuvendit. Andaj mendoj që nuk i kanë votat për krimin e qeverisë as opozita dhe tash po tentojnë ta bllokojnë kandidaturën për kryetar të kuvendit. Se nuk e ndroni Le të provojnë që ta zhbllokojnë procesin e kuvendit e pastaj të shohim. Pse nuk e ndroni kandidatin, sepse bllokim mund të ketë edhe nëse ndrohet Albrea Haxhiu si kandidate për Po këtë vendos partia, kryesia e partisë dhe unë mendoj që kandidaturën për gruan më të votuar në vend unë nuk e di pse duhet me ndru. Dhe çka dallon nëse e bjen tjetrin, pra unë mendoj që kandidatura është trafiku internetit. Po dy deklarime këtu gjatë kësaj kohe. Mjefi e demanton zëvendësministrin dhe ky paraqikoi. Është ligjore tani. Dëgjoj, ashtu janë dy deklarime e para e ish kryeparlamentarit Konjuca, i cili do thotë unë mendoj tash armiku më i madh i lëvizjes vetëvendosje në këtë situatë, kundërshtari më i madh i tyre duket që është memoria e YouTube-s dhe është memoria e rrjeteve sociale që po i riciklon pozicionin e tyre politike. Këtë deklarat nga Nol Nushi se ka bërë një montazh që nuk është fake, është reale. Ka rikthyer deklaratat në kohë të Konjucës. Me u ballafaqu me veprimet e sotme. Dëgjoj, e para thotë
ish kryeparlamentari thotë që Kosova është në krizë sipas mediave ndërkombëtare për shkak se një parti e vetme dëshiron ta udhëheqë shtetin por nuk I ka numrat. Do të në mënyrë të vazhdueshme edhe mediat ndërkombëtare aktualisht janë duke shkruar për blokadën në shtetin e Kosovës, dje pat agjencia lajmeve Reuters me sa di une. Po, Associated Press. Gjitha do janë duke, do është rikthyer në bumerang, do ky pozicion I cili e ka mbrojtur në vitin 2014 lëvizjave të vendosje, sot po I rikthehet në bumerang sepse po ekspozohet ndërkombëtarisht paaftësia e një subjekti politik për ndërtu marrëveshje politike për ta zhbllokuar situatën. Ndërkohë veç një shembull, nuk po duhet ta amnistoj as 2014-ën, por pozicioni ndërkombëtar I Kosovës sot është shumë më I lënduar e më I dëmtuar se sa në vitin 2014, edhe për shkak të ndryshimeve gjeopolitike që kanë ndodhur, normal që nuk janë në dorën tonë, sepse ato janë ndryshime gjeopolitike për shkak të dinamikave ndërkombëtare, por që mjerisht për shkak të paaftësisë për mu përshtat me këto dinamika kanë rezultuar në një marginalizim në një marginalizim të pozicionit të Kosovës. E para, veç dy shembuj po I marr. Kemi negociatat intensive për përfundimin e luftës në Ukrainë ndërmjet administratës Trump dhe presidentit Putin, të cilat një farë mënyrë janë shenja të një modeli të ri ndërkombëtar që po krijohet, ku edhe administrata amerikane pajtohet që disa prej territoreve të pushtuara nga Rusia duhet të legalizohen me qëllim si parakusht për paqe. Dhe nuk është I parëndësishëm ky pozicion sepse më integriteti territorial I një shteti nuk është mbrojtja integriteti territorial të një shteti të pushtuar në mënyrë të paprecedent nuk po konsiderohet si vlerë absolute. E dyta, Kosova vazhdon të jetë Kosova vazhdon të jetë nën sanksione ndërkombëtare, gjë që s'ka qenë në vitin në masa sanksionuese. Arsye pse kemi ardhur deri tek këto masa sanksionuese tash është temë tjetër për diskutim. E treta, është hera e dytë brenda një kohe shumë shkurt që djali I presidentit Trump po I viziton Beogradin normal që për aranxmane ekonomike, po ne nuk duhet befasohemi rit. Ne tash e kemi qartë që kemi një administratë e cila ka qasje bilaterale dhe transanksionale. Tash ne nuk duhet befasohemi për këto zhvillime. Kjo është një sinjal shumë I keq, sepse atëherë prioritare në interesat e shtëpisë bardhë kësaj administrate si zonë e interesit po vendoset Serbia dhe jo ne. Dikush mund thot po këto janë vajtje ardhe për interesa ekonomike. Po, janë për interesa. Leximi I situatës që duhet. Është vërtet që janë edhe për interesa ekonomike, por është edhe fatkeqësi nëse ti nuk figuron askund tash në radar diplomatik të kësaj administrate, as për interesa ekonomike, as geopolitike, as në meny nuk figuron. Kështu që tash në këtë situatë shumë më të pafavorshme dhe shumë më fragjile edhe në aspektin gjeopolitik e ndërkombëtar, kriza e tanishme është shumë më e dëmshme për pozicionin e Kosovës edhe se kriza e vitit 2014, gjë që partia në pushtet shihet që nuk ka asnjë lloj vullneti për ta kërkuar shtekdaljen. Mori detyrime në Bruksel normë. Pse nuk I zbatoi? Pse mori ato detyrime? Nuk ka thënë kryeministri Kurti në detyrë që e ka detyruar, e ka shtringuar kusht ti marr ato detyrime. Nga plani franko-gjerman, me aneksin e zbatimit normë. Në procesin e dialogut janë bërë gabime. Ka pasur çësje asimetrike, unë nuk e mohoj këto. Nuk e mohoj po komunitet ndërkombëtar, nëse nuk ndryshon gjë. Po pse gjithë po diskutojnë që për mbajtja sidomos e draft statutit evropian të asociacionit komuna me shumicë serbe I pranuar si dokument nga kryeministri Kurti. I thënë po, ka hyrë në konkluza si detyrim për Kosovën atje. Dhe nuk është bërë, është vonuar. Jemi pengta asoj situate. Pse e pranove? Deklarata sotme sa po bërë nga Krasniqi ishte që Inshallah tha po bojmë me lëvizje, do të thonë dorë Zotit. Dorë Zotit. Do të thonë lutja në dorë Zotit. Çfarë situatë është pikëlluese. Nëse Krasniqi e ka thonë këtë deklaratë, unë vjen keq që ka rënë në këtë pozicion sepse e paska introjektu rrëfimin politik të ishte live direkt. Atëherë nuk patë mundësi ta dëgjojmë, pas ka introjektuar rrëfimin politik të paraditshëm të kryeministrit Kurti që situata është harmonike. Inshallah lëviz diçka të jem korrekt. Inshallah, nuk është ndonjë kandidat tjetër.
Ja, nuk është kjo punë me inshallah. Më korrekt duket se është edhe më i përmbajtur sot ministri i Detyrës Bujqësisë Faton Peci ka diskutime të vazhdueshme, thotë votimi në kuvend do të tregojë nëse ka rezultat. Nuk e ka gjuhën përjashtuese, sulmuese ndaj tjerëve. Insistimin që konstituimin e plot të kuvendit do thotë me jalon tash përgjegjësi subjekteve parlamentare të dytës, tretës e të katërtës. Domthonë, deri tash krejt përpjekja e lëvizjes vetëvendosje, gjithë narracioni i saj ka qenë që nuk na duhet marrëveshje politike për këtë pozitë, sepse është obligimi i gjithë deputetëve ta votojnë Albolena madje. Edhe kemi ndëgjuar edhe deklaratat që ajo është gruaja më e votuar në Kosovë dhe çdo vot kundër saj është vot kundër grave të Kosovës. Do të duke e masku këtë lojë të tyre politike. Gazetar, io Bramiro super Equina. Ai non lo merece? A duhet të ndrohet kandidatja, pra duhet të ndrohet zonja Haxhiu nga vetëvendosja. Për vetëvendosjen e pyet vetëvendosjen, drejta e propozimit i partisë fituese, aja ka bërë një propozim dhe ne si partnerët e koalicionit, më të them kështu, jemi pro të gjithë shtatë nga deputetët tonë të grupit multietnik që ta votojmë kandidatin e propozuar nga Lëvizja Vetëvendosje. Të tjerat nuk janë punë e jona. Unë mund të them që propozimi i takon Lëvizjes Vetëvendosje, ai ka bërë propozimin e saj dhe ne të tjerë si partnerët e koalicionit jemi në rregull me propozimin e Albolena Haxhiu për kryetare të kuvendit dhe do ta votojmë. U pashim më të mirë. A ke lexuar mesazhin? Lexoj mesazhin, thot informat, lexoj mesazhin. Qëllimi ka qenë dhe mund të jetë prapë që ata dëshirojnë të jenë pjesë me votin e tyre në një proces në mënyrë që të krijohet ideja që ka në koalicion. Është shumë e qartë që as Lëvizja Vetëvendosje, këtu mund të them edhe për ta, po dhe ne si grup multietnik nuk jemi të interesuar të jemi në asnjë koalicion ku janë edhe lista serbe për shkak se është lista e cila i prim Radiqiqi. Këtu atëherë tash dhe nesër. Bravo, gazetar. Ishte Elbert Krasniqi, ministri i Detyrë, kujdestari Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal. Në fakt i kanë mësuar thuajse përmendesh formulimet, neve na takon propozimi, por nuk e ka thënë askush që nuk i takon. Për këto po mungon një gjatë qëndësore për demokracinë. Dialogu politik, që gati është i rrenuar, i shpartalluar, i fundosur në atë gropën septike, tash vite ka solli. Duket që konsekuencat e gjithë kësaj situate me vite, po i ndjejmë tash, pikërisht në këtë situatë. Sot, para 6 seanca, sepse kjo është legislatura e realisht, është vazhdimi i seancës, vazhdimi i tentimit i seancës, do të ketë patjetër një seancë tjetër pas 48 orësh të martën, e kështu me radhë. Po, tash personi, do të thotë, ministri i Detyrë ka qëndrim dihet, ka qëndrim pro partisë fituese të zgjedhjeve, kjo e ka bërë qartë pozicionin, ndërsa gjitha partitë minoritare, edhe jo serbe, po shihet tashmë që nuk janë unike sa i përket mbështetjes të nominuarës së kësaj partije politike. Do të kemi Duda Baljen dhe një deputet tjetër po ashtu që kanë rezerva dhe i kanë bërë të ditura pozicionet e tyre që nuk do të pajtohen aq lehtë pa përfitime politike për t'ia ofruar mbështetjen lëvizjes vetëvendosje. Kjo që thu ti, jemi në një situatë ku tashmë po e paguajmë faturën e një investimit të madh të një krize politike, e cila ka filluar që nga viti 2014, siç e kemi thënë edhe në emisione tjera, sepse për herë të parë në vitin 2014 u fillu këto veprime për ta bllokuar partinë fituese të zgjedhjeve sa i përket drejtës, sa i përket të drejtës së kryeparlamentare. Sigurisë deri te konfrontimet. Po, sa i përket cila ka thënë se qëndrimet nuk kanë ndryshuar dhe nuk do ta votojnë, nuk do ta votojnë Albolena Haxhiun. Ka folur nga ana tjetër e kuvendit edhe Mehdi Krasniqi, kryetari i PDP-s, i cili ka deklaruar se
Këtë e zonë e raport. Tash Me gjumë më të matur. Përfundoj nga regjia me bëni të ditur deklarata e zotit Peci? Po, me bëjnë të ditur se e kanë edhe njerë këtë deklarat. Ta ndëgjojmë. Ta ndëgjojmë, ju lutem, në mënyrë sepse duket që Peci ka një lëvizje të vogël. Kemi numrat sot. Kom pësoj që aja Shqipëritet është procesi votimit. E të shpesoj Kosovë si duhet sa ma shpejt institucionat. Çdo ditë që e humbun në drejtim të konstituimit kuvendet e themelimit të institucionit është humbur Kosovë. A funksion kësaj më që duhet me respektu. A ka qenë diskutime gjatë këtyre 28 orëve? Po më diskutime po vazhdueshme për të shohur rezultatet. A ka marrëveshje diçka? I votimit në kuvend tregon se ka. Apo. Janë deklarata të shkurta që metojnë... Megjithatë tha është punë e kuvendit, do të qëndron brenda pozicioneve edhe narracionit zyrtar të lëvizjes vetëvendosje, ku ekzekutivi tenton ta zhvesh veten nga përgjegjësia politike për të ardhur deri te një. Por në të njëjtën kohë që paradoksi që është, ju thotë që e kanë për detyrë. Jo, në të njëjtën kohë që i mbajnë të dy pozitat, edhe atë sepse edhe kjo është pjesë e kuvendit, do të marrë edhe pozitën e deputetit, edhe pozitën e ministrit në detyrë që pas dhënies së betimit, na mund gjenden lloj-lloj interpretime, situata ka ndryshuar në momentin kur deputeti e jep betimin, jo kur certifikohet, por kur e jep betimin tashmë edhe në aspektin kushtetues, ai është deputet dhe sipas logjikës juridike kushtetuese, frymës që dominon në Republikën e Kosovës, është e qartë që kjo është konflikti i interesit. Nuk ka nevojë shumë mos tërhullu në norma realisht në kohën që jem në norma juridike. Realisht në kohën që jem Kasolli, këta kanë dhënë betimin për deputet, por a janë funksional në kapacitetet e deputetit sot për të ushtruar kontroll ndaj institucionet tjera në varësi. Kush e kontrollon sot ministrin detyrë Peci? Kush e kontrollon sot kryeministrin Kurti? Kush e kontrollon? Kjo është këta deputet nuk kanë aktualisht kapacitete funksionale operative për t'i kontrolluar. Prandaj edhe mund të justifikojnë, siç thonë ata. Edhe nuk është që nuk po marrin vendime. Praktikisht ne kemi një kabinet qeveritar i cili edhe po merr vendime. Vendime të cilat dolin jashtë çdo kontrolli të sovranit, sepse kuvendi është Bajrami Hikmeti tha kuvendi është përfaqësues i drejtë, kuvendi është përfaqësues i drejtë për drejti sovranit. Gjitha trupat tjera politike që dalin. Berisha më nëse një votu, se e një kalim më të pasë që një dashur me votu se s'një kandidat. Nëse kur votu se isha të vërina ato që. Të kërkoni të një e vezgjevu në këtë probleme dhe të përgjita që... Herë në kalim në kreton që kemi votu, vës me kalim në gëndë. Kemi në zonë rësh. Së e janë një dhe për te. Shqyrim që që dhe vote. A kemi së të në partime i bindë me pasë të shëndërin e prapë. E po të shqyrim të një për në votu. Besoj që deputet e kanë përgjësinë e vetë, votën e qytetarit, që e përfaqësojnë këtë, edhe vendosin gjithë për veti që shumë. Po, për votën e individuale... Shishtë i pëshni që ta që e kanë shumisë, që e kanë provideni për me bozë. Kemi pysë vazhdimisht për me gjithë. Dhe sa të përnë? Për presin nëse i gërën në procesin. Për presin, presin. Ju do një jo bu. Po, në ake për obligim. Ja u po, mi bo deputete, mi bo kërkar kuverd, e këllene dhe ta. Po, a kemë na. Tash ideja është i njohur. Kundër përgjigje. Deklarime sensacionale. Kena tha obligime mbi apo deputete. Është brenda logjikës normale politike, ndërkohë zoti ka deklaruar se gara me 6 vetëvendosje tash është e madhe. Kush të jap më shumë deklarata për të kontribuar është e qartë rid situata, do thotë asnjë lëvizje nuk ka në drejtim të zhbllokimit të kësaj gjendje në cilën është katandisë kuvendi i Kosovës, ndërkohë si ku ishim duke zhvilluar logjikën pak më herët, është domosdoshme dhe e obligueshme. Arben Vitia. Po, që edhe presidentja duhet me ftu, me bisedu dhe me gjetë një zgjidhje.
Po do të jeni të gatshëm që të shkoni në një takim nëse ftohet nga presidenti. Tash kjo situatë çfarë është kriju do të ishte shumë e udhës që presidenti ja fton partitë parlamentare, aty gjinet një zgjidhje dhe mbrana seancës të japet një drejtim për shkak se edhe kjo formë qysh po ndodh nuk është fort si për jep imazh të mirë dhe kuvendit. Shihet që gjithë deputetët janë depresion për shkak se nuk ka atmosferë pune. Edhe më mirë do të ishte më dhënë një drejtim se jo kështu në këtë formë çfarë po ndodh. Nga presidenca kanë thënë që nuk është kërkuar nga partitë politike. A mund të kërkoni ju si AK sa e keni në plan? Ne po e kërkojmë vazhdimisht edhe publikisht në çdo tavolinë ku jemi ose në çdo situatë çfarë ndodhemi në publik, po thojmë që duhet të japim një drejtim. Edhe jemi për mi dhënë drejtim për shkak se nuk shko deri në pavëndësi në këtë formë. Zoti Haradinaj, nëse ju fton lëvizja vetëvendosje në një takim, a do e pranoni si AK? Nuk është roli i lëvizjes vetëvendosje për shkak se ka pas mundësinë dhe deri sot duket që nuk e kanë atë qëllim për me gjetë një zgjidhje, se nuk kanë ftuar pothuajse asnjë subjekt parlamentar. Më herët ishte ftuar LDK-ja, por ju e keni pa që tendenca u kon nëpërmes minoriteteve jo serbe me bë këtë majorancë. Edhe siç duket nuk e kanë krijuar dhe tash janë met në këtë formë çfarë janë. Edhe nominimi i Albolenës duket që nuk ka qenë shumë i qëllimshëm për me bë zgjidhje, por më shumë vetëm ad hoc sa për me him këtë farë blokade. A do të keni ju sa i pranueshëm? Si opozitë dikush nuk i keni numër për nënkretar të kuvendit, pas ata nuk jo caktojnë kë do ta propozoni ju si nënkretar të kuvendit. Prandaj po kërkojnë votën e juaj edhe për kryetar të. Do ta shohim për shkak se nënkretar do të kenë të gjitha partitë parlamentare për jashtë aleancën, nënkretar kanë të gjitha partitë parlamentare dhe që i vjen që të gjithë kanë majorancë. Të shohim tash, nuk po folim për emra, po jemi për mi zgjidhje. Sa më shpejt që është të mund, shmes është pa kuptim çfarë situate jemi. Faleminderit shumë. Tash Koreale. do thotë ajo që është e rëndësishme të diskutohet, ajo që është e rëndësishme të diskutohet e të analizohet, do thotë jemi në një situatë ku siç isha duke vazhduar logjikën, mendimin, jemi në një situatë ku kemi një kabinet qeveritar i cili është jashtë kontrollit të sovranit demokratik. Do të kjo është shumë e rëndësishme të thuhet dhe të kihet parasysh, do të kemi ministra, kemi kryeministër që janë jashtë çdo kontrolli politik të sovranit në kuptimin demokratik. Ato mund të jenë subjekti i kontrollit ligjor, ajo është tjetër temë. Mirë po, do sepse kuvendi është jo funksional, kuvendi nuk po arrin të konstituohet dhe që për ta qartësuar edhe një herë pozicionin që partia fituese e zgjedhjeve do të konsideron që kemi ardhur në këtë situatë për shkak se kuvendi është i marrur peng nga mungesa e vullnetit të subjekteve që i kanë humbur zgjedhjet për ta votuar atë kandidatin e partisë fituese të zgjedhjeve. Ku t'ja thot më tani? Dëgjoj, tash në këtë kuptim, sipas logjikës politike, sipas logjikës politike të lëvizjes vetëvendosje, dëgjoj tash betejë zhvillohet opinionin me bind. Tash të betejë zhvillohet cili narracion. Do të zgjedhet më anë. Po, edhe cili narracion po është më i suksesshëm për me bind opinionin. Tash lëvizja vetëvendosje do të insistojë një që kuvendi është i marrur peng sepse po e pengon partinë fituese të zgjedhjeve dhe këto nuk bën me marrë vesh në kontekstin e sotëm, por duke prekur kryeministrin Detyrë Albin Kurti e mbledhë Këshillin e Sigurisë Kombëtare, duke konsideruar një lloj sabotimi që po i bëhet Kosovës nga elementet e jashtëm armiqësor të kombinuar me ishte përmendur Duda Balje. Me elementet e pas pak ditë ftoi atë për ta bërë ministër. Po, do thotë pas pak ditë do të tash kret insistimi i partisë fituese zgjedhjeve për këtë situatë do të jetë narracion politik, do të jetë interpretim politik që ne kemi ardhur në këtë gjendje për shkak të kombinimit të faktorëve të jashtëm për ta paralizuar jetësimin e vullnetit demokratik të qytetarëve të Kosovës me faktorë të brendshëm që e kanë marrë peng kuvendin e Kosovës dhe nuk po e pranojnë partinë fituese. Ja, shikoj regjia. Neve mos na ndal zërin për të komentuar, analizuar këto zoti Kasolli dhe mua si drejtuesi i këtij emisioni, por kërkoj na shoqërojnë pamjen nga kuvendi. Po, tashmë vesh kanë filluar tërkohën deputetët të jenë objektivisht aty. Fizikisht, por pa vendimarrje politike. Duket që janë të molisur Kasolli. Tash është kjo një situatë do thotë banale, siç e tham në fillim të emisionit,
sepse po përsëritet e njëjta reprizë, domethënë jemi brenda të njëjtës reprizë mediatike, politike, pa shtekdalje, pa rrugëzgjidhje, mirë po që, siç kam insistuar edhe në emisionin e fundit, po insistoj edhe sot, si një skemë politike aktualisht është në favor të lëvizjes vetëvendosje, për shkak sepse një ndëgjut edhe deklarimet e vazhdueshme, thot i kemi numrat për formimin e qeverisë, por këtu dëshirojmë ta sprovojmë konstitucionalisht partitë opozitare në themelimin e kuvendit. Çfarë loje taktike, dëgjoj, po tash kjo është un jam i obliguar që ta deshifroj edhe ta zbërthej apo kupton këtë logjike politike me të cilën tentohet të justifikohet dështimi për konstituimin e kuvendit dhe për thellimin edhe më të madh të krizës kushtetuese. Kryeni jo punën në kuvend se ne votat i kemi. Ne votat i kemi, mirë, po ne dëshirojmë të sprovojmë juve në aspektin demokratik sapo i respektoni normat dhe vendimet. Po dëgjoj tash, kjo është unë po të bëj kundërvitje këto. Jo, jemi këtu, jemi të njëjtën brenda të njëjtit horizont, kështu konceptual, mirë, po ideja është që ta çarçojmë për opinionin se në çfarë loje kemi. Edhe ajo që nuk e mohoj asnjëherë. Dhe duhet ta themi vazhdimisht sepse duhet jemi korrekt sa i përket situatës në cilën ndodhemi, nuk mund të mohohet fakti edhe fragmentari. Votojmë sot. Çfarë pozite do të keni nëse bëhet një qeveri e lejtë? Kemi folë për pozite, votojmë kryetari parlamentit njerë, pastaj. Ai po keni mos më bëni zonë tuta palje. Posta ka, e shohim sot. Sepse për ta kuptuar këtë që ndodh, ne na duhet fillimisht ta analizojmë strukturën konceptuale të një subjekti politik. Se që thot Michel Foucault, se po nuk di një mendimtar, thot më trego thot si mendon, tregoj si qeverisi. Kështu që nuk është e rastishme, kjo është derivimi i një mentaliteti dhe një fryme politike. Zakonisht është në natyrën e lëvizjeve, ndallim prej partive. Nuk është gjëra, është në natyrën e lëvizjeve ta konsiderojmë veten si subjekte panpërfaqësuese, gjithë përfaqësuese, dhe se çdo gjë duhet të subordinohet këtij kriteri politik. Prandaj nëse kuvendi është në harmoni me këtë qëndrim politik, është në rregull. Nëse kuvendi është në disharmoni, faji është te kuvendi. Ai do të përsëritë ato të djeshme për këto, për Bereqetin. Po aty do dalë. Se këtë performa ideologjike që e shes se çka kërkohet ti subordinohet një narracioni tillë politik. Është lëvizja, është subjekt panpërfaqësues, i vetëm informacion legjitim i interesave të përgjithshme të qytetarëve të Kosovës, dhe çdo gjë tjetër që del jashtë kësaj skeme është kundërshtim me interesin e përgjithshëm të qytetarëve të Kosovës. Vetëm një senat kujtohet. Dy zhvillimet i përcjellin. Në vitin 2021 zgjedhjet parlamentare, kur lëvizja vetëvendosje i fitoi zgjedhjet në mënyrë të paprecedent, kryeministri aktual në detyrë atë e quajti si një vetëdijsim të papartë të qytetarëve të Kosovës. Në nëntor, kur humbën zgjedhjet lokale, do thot tashmë korrupsioni kishte zbriti nga niveli qendror në nivelin lokal. Tashmë nuk kemi vullnet të përgjithshëm qytetarëve të Kosovës, por kemi, do thot, përsëri vullnet të korruptuar politik. Brenda 6 muaj u korruptu vullneti politik i qytetarëve të Kosovës. Pra aty kur vendosi në mbrojtje të interesave të përgjithshme, kur i humbi zgjedhjet lëvizja vetëvendosje në mënyrë të paprecedent, sepse edhe kjo s'ka ndodhur asnjëherë në histori, një parti e cila ka 50% në brenda 6 muaj i humb në nivel lokal zgjedhjet, atëherë jo tash kemi të bëjmë me vullnet të korruptuar politik. Pra, atëherë kur lëvizja vetëvendosje është subjekti më i madh politik në vend, kemi realizim të vullnetit të përgjithshëm, atëherë kur kjo nuk është, kemi vullnet të korruptuar politik. Në këtë situatë, do thot, tash lëvizja vetëvendosje këtë blokad e interpreton e tenton ta portretizoj si pasojë mbetjeve të këtilla të korruptive të mentalitetit politik që po e pengojnë jetësimin e interesit përgjithshëm. E tash, kjo nuk do thot një amnistu lë partitë opozitare. Jo. Na duhet jemi qartë dhe t'ja themi opinionin. Po diskutojmë për partinë e parë me Po, partinë e parë, mirë, po tash, tash ti je në terren politik. Edhe kjo situatë që po vazhdon duke u shqyer vetveten, është edhe pasojë e fragmentarizimit të subjekteve politike dyta, e treta e të katërta, të cilat kanë dalë në këto zgjedhje. Për shkak sepse edhe ato nuk kanë siguri, nuk kanë besim të njëra tjetra, nuk kanë asnjë vizion për ta ndërtuar. Nuk kanë asnjë vizion për ta ndërtuar një alternativë të përbashkët rreth një kauze. Hajde, janë disa tema, po hajde po ndërtojmë një kauzë të përbashkët e cila i bashkon forcat
e cila i bashkon forcat politike dhe në mënyrë që tentuat të dilet prej kësaj blokade në cilën jemi ndodhur. Kështu që janë të fragmentarizuara nga brenda, janë të fragmentarizuara si subjekte politike ndërmjet vete, do të edhe në këtë mënyrë duhet ta themi hapur që edhe këtyre për shkak të pozicionit të palakmueshëm në cilën ndodhen, për shkak se s'kan alternativë si mu ballafaqu me sfidat me cilat sot Kosova përballet, atëherë edhe këtyre pak si është krijuar një luks politik kjo blokadë e kuvendit, por në tentim që gjithmonë duke lënë përgjegjësinë partisë fituese të zgjedhjeve, gjë që ka përgjegjësinë reale. Tani të palët, nëse mund të them, ose palët, po bëjnë një betejë për molisje me gjas. Edhe kush nga cila anë po përshon mendimi kolektiv i njerëzve, i qytetarëve, kë po e gozhdojnë qytetarët e kë po e lavdërojnë për sjellje. Duket se disponimi i masës do ta diktoj edhe. Po tash unë nuk i kam lexuar, ju vetë i përmendet në një emision disa ulumtime të opinionit publik të cilat tregojnë që dy subjekteve që më shumë ti ju konvenojnë zgjedhjet e reja parlamentare, do thotë që edhe ato janë një lloj mundësie, sepse ne nuk mund të shkojmë kështu pafundësisht. Janë një lloj mundësie për dalë në fundit nëse duhet marrën zgjedhje, sepse nuk gjendet asnjë alternativë, duhet marrën. Nuk kemi ndëgjoj se demokracia. Po tash nuk po hyj në fazat procedurale, Kjo situatë çfarë u kriju, domosdoshmërisht edhe po mbajtën zgjedhjet ish dash ti në shtroni. Pajtona, po nuk po hyj në fazat procedurale, do thotë se si duhet vihet deri te ai vendim, por po mirë vetëm me fazën finale. Nëse nuk ka asnjë lloj mundësi për shkak të fragmentarizimit politik, sepse unë thash ne kemi ardhur në një situatë të çuditshme. Institucionet tashmë mund të krijohen ose vetëm nëse një parti e fiton shumicën absolute siç ndodhi për 4 vjet, ose të futemi në një cikël të krizave permanente politike, siç ka ndodhur në vende të tjera, Bullgari, në Izrael, çdo 6 muaj u mbashin zgjedhjet parlamentare, sepse u shpenzu çdo lloj mundësie për bashkëpunim politik ndërmjet gjitha subjekteve që aktualisht janë në shtetë. Është shpenzu gjitha kartat, është çdo lloj besimi, çdo lloj mirëbesimi. Figurativisht i korruptum. Kështu që të gjitha kanë dilema dhe dyshime dhe ky fragmentarizim politik ku asnjëra prej partive politike nuk e ka shumicën, na bën në një lloj na ka pru në këtë lloj gjendje ku nuk mund dalim e të ndërtojmë institucione. Secilin ka solli janë provuar, është përpjekur nga mëngjesin darkë t'i vë kunja njëri tjetrit, si më thon biesh. Me intriga, me prapaskena, me besimi me tyre e vërtetë. Askush më nuk. Kjo është arsye, dhe kjo është njëra prej arsyeve politike, s'po foli për arsyet legale kushtetuese. Arsyet politike sepse brenda natës do zgjidhej kjo krizë. Sikur të ekzistonte po e zon besimi PDK-s në vetvendosjen, ishte një lloj besimi apo mirëkuptimi normal politik, brenda natës si zgjidhet kjo ose i lidhjes demokratike të Kosovës, po ne i dim apo i aleancës me këto parti tjera politike, por ne i dim përvojat në kalumen që kanë ndodhur ndërmjet gjitha subjekteve politike dhe kjo nuk kalon asnjë derë hapun për veprime racionale politike, ku secila tashmë janë bunkerizuar brenda taborit të tyre me shpresën që pala tjetër, me shpresën që pala tjetër do të dëmtohet më shumë dhe ne do të përfitojmë nga kjo situatë. Ulëmtimet e opinionit publik që ju i përmendet, unë nuk i kam lexuar, tregojnë që zgjedhjet ato janë bërë për nevojat partive. Për nevojat, tregojnë që zgjedhjet e parakoshme, siç kjo është shumë e rëndësishme thuhet, zgjedhjet e parakoshme i konvenojnë lëvizjes vetëvendosje dhe Partisë Demokratike të Kosovës. Dhe unë mendoj që mund të ketë një lloj dakordimi dhe interesi të këtyre dy subjekteve politike për shumë arsye të shkojnë në zgjedhje. E para do thot sipas që shkojnë në zgjedhje. Do të ketë spari. Dëgjoj. Po do të ketë konstituim, mirë, po pse të shkohet në zgjedhje? Po e vazhdojmë apo? Regjia po. Ju lutem na ngritni pak zërin. E vazhdojmë kasullet tek. Këtu pse ka interes të shkohet? Po në zgjedhje. Po atëherë pasi të kryhet procedura. Të shikojmë regjia edhe një herë sinjalin e kuvendit. Na lëni sinjalin e kuvendit, ju lutem. Sinjalin e kuvendit që ta kemë nëse është mundur. Po tash veç fillon besoj procedura. Sinjalin e kuvendit transmetoje let jetë në dalje, të lutem tërkohen, ndërsa ne përkatësisht zoti Kasolli bën vështrimin e situatës. Jo, ideja ishte që pse
mund t'i konvenoj si lëvizjes vetëvendosje, ashtu edhe Partisë Demokratike të Kosovës, që të shkohet në zgjedhje nëse e kanë këtë situatë të favorshme elektorale. Aktualisht. Dëgjoj, aktualisht. E para, sipas indikacioneve që janë, Aleanca Paramërinë e Kosovës do të kishte telashe ta kalonte pragun zgjedhor. Dhe në këtë mënyrë është interes i dy palëve, mbase që do të mos jetë më aleanca pjesë e Kuvendit. Lëvizja vetëvendosje për shkak të sfidimit që mund ta paraqet zoti Haradinaj në institucione, dhe kjo do ta dëmtonte te mos e mo kapacitet. Permisa po votohet. Permisa po votohet. Pamje të shëmtuara dhe pamje Po të kishte për thonë gjë do të thoshte. Po pamje, por mirë, po mënyra prej qeverisë deri në Kuvend, do thotë i rrethu me një numër të jashtëzakonshëm të bodyguardëve, të mbrojtësve të tij, është një pamje jo e mirë që E kishte denoncuar në fakt këtë pamje. E kishte denoncuar këtë gjithkohën sa ishte në gjithkohën sa ishte në opozitë. Edhe jashtë politikë. Transmeton një mesazh të qartë, mbase për shkak të vlerësimeve të gabuara që ka zakonisht për veten, sepse ky mund ta konceptoj veten që është i vetmi i cili aktualisht i mbron interesat nacionale të shqiptarëve dhe është më i rrezikuar se çdo kusht tjetër, prandaj duhet një mburoj prej mundi në një farë mënyre, sepse çdo kund mund të jenë elementet armiqësor kundër. A do ta bëj këtë policia? Po ndajë tash unë po të flas për imagjinatën e tij politike, pse në këtë mënyrë i pëlqen tashmë kjo pamje. Ta demonstroj të ekspozohet kështu. Të ekspozohet nga se është çdo kusht tjetër, nuk ka arsye të jetë rrezikuar se nuk e prish punë interesave armiqësore të Kosovës. Jam i vetmi. Si do duk pamja atij? Po definova një pamje e shëmtuar. Duket në tërkohën sapo lëvizte me një demonstrim pak nervoze kështu. Po, ajo është e qartë, do thotë për shkak sepse pafësia për të krijuar institucione, pafësia bllokada në cilën ndodhet i shkakton nervoz në një farë mënyre. Mirë, po te ideja ku kesh pse zgjedhjet do t'i konvenonin të dy palëve, para me pretendimin që ndoshta aleanca nuk do ta kalonte pragun dhe kjo do të ishte një goditje e madhe për zotin Haradinaj dhe për subjektin e tij, sepse do ta minonte te mose politikisht kapacitetin e tij për veprim, sepse kur je subjekt jo parlamentari, jo institucional, pesha e veprimit është plotësisht marginale dhe për kjo do të ishte ndoshta mbasi ndonjë interes për lëvizjen e vetëvendosjes dhe e dyta edhe për Partinë Demokratike të Kosovës, sepse Partia Demokratike e Kosovës do të ishte subjekti vetëm institucional që do të jepte vetes ta konsideronte si trashëgimtare vetëm me tashetutje politikisht të luftës. Nuk do të kemi më subjekte tjera institucionale që janë të lidhura politikisht drejt për drejt me luftën. Në këtë drejtim do të kishim tre krah politik. Mbas edhe analiza tjetër që ka për zgjedhjet e dielës në shkurtit për këtë rezultat, siç e tha vet Haradinaj, zhgënjyes. Analiza atyre flet, njëra prej analiza flet që bashkimi me Limajin është përkthyer në dëm. Sepse elektorati i zotit Limaj ka rënë nga Partia Demokratike, e Haradinaj vjen nga një perspektivë tjetër politike ku jo me raste, po në mënyrë të shpesht,
Të nderuara deputete, të nderuar deputet, të nderuar pranishëm, në sallë jemi 109 deputet. Konstatoj se mund të vazhdojmë me punimet e seancës konstitutive të legjislaturës së 9. Të nderuara deputet, lëvizja vetëvendosje nuk i mori votat e nevojshme, andaj ftoj përfaqësuesin e lëvizjes vetëvendosje që ta propozoj kandidatin për kryetar të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Ju njoftoj si zakonisht se zgjidhet me shumicën e votave, së paku me 61 vota për. Të nderuar kryesues të seancës, lëvizja vetëvendosje sërish e propozon zonjën Albulena Haxhiu për kryetare të Kuvendit. Nderuar kryesues, kërkoj që ta çetni në votim këtë propozim, kurse juve të nderuar koleg, ju kërkoj që ta mbështetni me votën tuaj. Zonjën Haxhiu. Në sallë të pranishëm janë 109 deputet, mund të vazhdojmë. Lus deputetët që me ngritje dore të deklarohen për kandidaten e propozuar për kryetare të Kuvendit, deputeten Albulena Haxhiu. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? Për janë 57 vota, 41 kundër dhe 3 abstenime. Konstatoj se deputetja e propozuar për kryetar të Kuvendit nuk i ka marrë votat dhe e ndërpresim seancën, shihemi me 29 prill në orën 10. Një seancë me skenar shumë letë të kuptueshëm, edhe për shikuesin, po them mesatar, edhe për adoleshentët mbase. Për çdo qytetar të Kosovës, do thotë, është pikëlluese kjo. E pritshme, por vetëm po cimentohet pikëllimi i Kasolli. Tani do të flasim me regjin që jemi në kontakt për paraqitjen e deputetëve që bëjnë rëndom në holin e Kuvendit të Kosovës.
Besoj që jemi gati, kur të jemi gati. Po. Këtu jemi, po tash rritni duhet ta interpretojmë, ta analizojmë një skenë të ripërsëritur vazhdimisht. Do të jemi brenda të njëjtit veprim politik, jemi brenda të njëjtës skeme të programuar për dështim të shtekdaljes nga situata në cilën ndodhemi, për shkak sepse para shkosa nuk bëhet asnjë lëvizje tjetër, por palët mbesin të bllokuara brenda të njëjtës frym, nuk mund pritet një rezultat tjetër. Nuk mund pritet rezultat tjetër me të njëjtat veprime. Kjo është logjike, është bazike kështu për çdo logjik thjesht për çdo logjik të thjesht njerëzore. Kështu që po vazhdojmë me këtë gjendje, po vazhdojmë me këtë thellim të krizës. Pajtona që në aspektin kushtetues është e paqartë si dilet prej kësaj situate, paktën edhe me zgjedhjet të parakoshme, vullnet politik për të shkuar te presidentja duket që nuk ka, në këtë rast kushtetuta rri e heshtur. Vullnet politik sipas edhe Fatën Fetat, specialistit të njohur të kushtetutshmërisë. Vullnet politik për të dakordu të paktën tek presidentja. Edhe kjo po duket që mungon. Kështu që në këtë situatë ne do të vazhdojmë ta ushqejmë këtë krizë, do ta ushqejmë blokadën e shtetit, sepse këtu kemi të bëjmë me blokadë plot të shtetit të Kosovës, paralizë dhe kemi ato që e thash, shmangje objektivisht nga problemet reale që kanë njerëz dhe ajo që e thash në fillim, një situatë pa precedent ku kemi një ekzekutiv i cili është jashtë kontrollit politik të sovranit. Leti, ndëgja, tash unë e kuptoj arsyetimin e lëvizjes vetvendosje, të thotë që ajo mendon që jo, sepse sovrania ka dhënë asaj mandatin, bilim sipas logjikës saj s'ka nevojë as konstituohet kuvendi, ne i pam deklaratat e tyre. Jo, s'ka nevojë, ne kemi fituar mandatin. E keni për veti e keni, kuvendi është çështje formale për ta. Kryeministri ka fituar zgjedhjet dhe jemi në lidhje të drejtë për drejtë, autentike ndërmjet vullnetit popullor dhe liderit. Ky diskurs mbase sipas vizionit tyre jemi në një lidhje të drejtë për drejtë ndërmjet vullnetit popullor dhe subjektit politik dhe liderit. Vullneti popullor ka vendosur që subjekti vetvendosja të jetë për partia e vetme përfaqësuese dhe lideri Albin Kurti. Kështu që jo di, po kuptoj për këtë deshifrim që po është ideja tash mënyra pse është edhe indiferente ky subjekt politik në raport me konstituimin e kuvendit. Me propozu me kandidatët që s'ka votë, kur i kanë s'ka ty, që i kanë votë atë shumë. Sa po e thash që kjo është mungesë totale për policisë. Qytetarët kanë raportuar në ardhur me folë për temat që interesojnë aty. Për shkak unë shumë që ato dëshirë që ne me paskalu sa më shpejt me dalë në hapat e zgjedhjes qeverisë, sepse qeveria aktuale s'ka legjitimitet. Ne sot jemi pa institucione, kuvendi është i pa konstituir, qeveria s'ka legjitimitet. Në anën tjetër ka veprime të institucioneve siç ka qenë rasti i SRJ-s, veprime arbitrare të paligjshme kundër interesit shtetar. Vetëm se më mbledh na plus si deputet me kuvend konstituar, edhe me procedurën e shkartimit të anëtarëve të bordit të RS, ne vim të dëgjojmë 30 sekonda e kemi Albulena Haxhiun dhe e bllokojmë seancën. Porva. Ka që ai ne nuk gatshëm të raportojmë se ne nuk kemi vendosur të arsye që ju formoton nëse nuk i keni në vakanca pse. Shikoni këtu ka një rol kushtetuese. Ai që është i parë që duhet me provu është partia që ka dalë para në zgjedhje. Pra lëvizja vendosje ne gjithmonë kemi vënë. Ja vojnë mundësinë se ja ka dhënë qytetarë mundësinë me provu. Ne po e shohim qartë ata numra s'kan. Bllokata këtu më shumë se sa për Albulena Haxhiun është për Albin Kurti, sepse Albin Kurti s'po mundet më bëj kryeministër. Dhe duke mos dashur të bllokuar te emri i tij, normal që sakrifikon Albulena Haxhiun. Po duke bëj sakrificë në Vojza, ai duke e sakrifikuar krejt shtetet dhe shtetet e Kosovës të cilët na kalon të gjithë më bashkë, pa institucione legjitime, edhe në këtë kohë. Kemi në në takjem, sot në qenë të rezervusë, shuftë të partificira për të dalë nga kjo situatë, edhe të partitë të tjera janë pa rezerve përgjithësi në situatën e Kosovës. Përgjithësia të gjithë deputetëve që të negaluar në situatë. Përgjithësia është e parit. Nuk mundi me kërku përgjithësi për një deputetin në fond atëherë ose në mes s'është me rëndësi, kur këta deputetë rani partë mesit kanë ngurë kohën
që s'dojnë në zhvërru situatën, sepse janë tekë që veç Albulenën të zhvërru. Pra, përgjithësia është e tyne. Nuk ka nevojë për takimin këtë fazë, veç duhet me ndryshu kandidatët. Unë për përsëri, spaku 2 emra i din që i kalojnë, spaku 2 mund të jenë edhe tjerë, mund të jetë edhe burra përveç gra, që mundin me marrë ma shumë se qashtë e një burra. Pse është një sistem me bloku? Është e qartë, s'ka vota për Albin Kurtin kryeministët para gjithash, dhe kjo është arsyeja që ai përmend pend. Porno. Mundem me presidentka ka presidenca konkretisht thonë që nuk është kërkuar nga partia politike në takim, me diskutuar dhe beshta për një zgjidhje të mundshme. A mund ta kërkojë edhe parlament kemi kohë pyetje, nuk na takon neve me i thon presidentës çka më bëj, apo mandatin e vet kushtetues. Unë nuk du me interpretu që ka apo s'ka kompetencë këtë çështje. Ajo ka kry punën e vetë, e ka ftu se onëse. Pastaj kryesuesi ka kërku një këshilla, e ka dhonë, nuk më takon mu me tregu presidentës që ka me bo, por e di që sot ka kalu një mund të qërëndime të rezultateve dhe vërtet është turp me mojt vendin blokum se në tek për një emër veçanë. Ju po interpretoni tekstin e numrave të vend faktin se Kurti nuk i ka qasë për një vota prezident. Kësa në këtë rast opozita, nuk për vëtë në Albulena Agjiu, në njërë që tja tjek 15 ditë që në fatin, edhe bi rollat dhe si opozit që të bëjnë qeveri. A është rëzik që kuvendi Kosovë të rinë duar të Albulena Agjiu, apo opozit ose të ishë partit opozitore, si te për protestojt, shefe nga se blokate, që mos me njësa 15 Shikoni, kjo është ma shumë temë për analistat studio, se s'kërpon kjo ato të na jemi të këtë potencial partijake dhe politike dhe qytetare. Vendimet tona janë vendimet që merren pas diskutimeve që ne i kemi në organet tona drejtuese. E kemi shprehur qartë që nga dita nuk e pozojmë Albulena Agjiu. Nuk mund të bëjmë veprime taktizuese për këtë çështje. Nuk mundet. Edhe në pyetje se vërtet sa i përket të zgjedhjeve, po përmendet këto ditë që mbas zgjidhja e fundit janë zgjedhje tani të gatshme dhe ju me ul ose a doni me ul, a mundeni me ul me lëvizjen vendosur dhe partitë të tjera me diskutu për zgjedhje sepse ju i keni qëndrimet e juaja, ata i kanë qëndrimet e atyre, një mul mas çështja e zgjedhjeve nuk është çështje e dëshirës e para punës. Ne sapo kemi përfunduar zgjedhjet. Ato zgjedhje kanë prodhuar një rezultat. Ai rezultat tregon që shumica e shtetarëve kanë votuar për një qeveri të re, sepse qeveria që kaloi nuk e ka marrë shumicën. Por nëse vazhdon këtë blokadë, është shumë më mirë me shkon zgjedhje. Dhe unë tashmë kam diskutuar për këtë çështje. Kam propozuar para një periudhe dhe datën e mundshme. Dhe unë besoj që nëse vërtet lëvizja vendosës dëshiron të dalë prej blokadës, atëherë ma mirë është me shku i zgjedhje. Edhe sa do të në pritë, se një mund i veç Jo, unë mendoj që kush, sikur të ishin sinqert, dhe nëse vërtet dëshirojnë me ndryshu, dojnë me lanë peng shtetin për shkak të zojës Agjiu, mirë gjësh me qenë, me unë ledhë dhe me thonë, okej, kur për shkojnë zgjedhje. Sepse edhe për më nëvinë zgjedhje do një procedurë, kushtetuese, duhet me pas një diskutim, duhet me pas një proces. Pra, nëse kjo është vërtet zgjidhja e vetë me mundshme, Partia Demokratike e Kosovës është e gatshme qysh sot me diskutu për një rrugë të tillë dhe nuk ka vëdu për një datë e cila është sa ma shpejt që tjetë mundur. Faleminderit shumë. Të nderuar media, ju e të cilët edhe seancën e sotshme e pa që nuk ka asnjë angazhim dhe nuk ka asnjë ndryshim. Këto vota po përsëriten, domethënë këto 57 vota të famshme të Albin Kurtit, që do të thotë kaq vota i ka edhe për qeveri, po qëllimshëm me kandidatën e propozuar për krye parlamentare, po don ta bllokoj situatën në Kosovë. Kjo është një realitet. Ata s'kan bërë asnjë lëvizje, sepse nëse do kishin bërë ndonjë angazhim për sigurim të votave, s'paku ndoshta kishin mund me siguru edhe një votë edhe me vonë një ndryshim për një votë. Rezultati po përsëritet në vazhdimsi dhe unë po mendoj që këta qëllimshëm po e bën me kandidatën e propozuar, sepse me sa e dëgjova edhe nga parti tjera, ndoshta ka kandidat tjetër, i cili do i kishte marrë votat e deputetëve të tjerë.
Ndërsa këta duke e parë që zonja Haxhiu nuk i ka votat, po përsërisen me qenë si kandidate për kryeparlamentare zonja Haxhiu, dhe kjo po bëhet me qëllimin e bllokimit të konstituimit të kryesisë së kuvendit dhe zgjedhjes së kryesisë së kuvendit në fakt në kryetarëve, po edhe kryetares së parlamentit, që të mos kalojmë në fazën e dytë që është zgjedhja e qeverisë. A jeni të gatshëm se ka marrë me diskutu për zgjedhjen edhe kur jeni për zgjedhje dhe kur jeni të gatshëm? A jeni të gatshëm jam nisë në procedura dhe për me Duhet të ndërhyjë ndoshta edhe presidenti në bazë afatet dhe përgjegjësive kushtetuese që i ka, sepse kjo nuk mundet me shku në pafundësi kështu. Ndoshta gjykata kushtetuese nuk e ka sqaruar afatet kohore me vendimin që e ka marrë, por ndoshta edhe nëse presidentja i adresohet prap gjykatës kushtetuese, së paku limitohet koha sa ka të drejtë ta zgjedh kryeparlamentarin, po deri jo në pafundësi, po të caktohet së paku një periudhë kohore ku ata që dëshirojnë që e kanë shumicën, ata që dëshirojnë ta zgjedhin kryeparlamentarin dhe formimin e qeverisë, ta kenë një afat kohor deri kur mund ta propozojnë së paku këtë kandidate ose të propozojmë ndonjë kandidate tjetër ose kandidat tjetër, dhe më sa dëgjova se cilë ndoshta është një kandidat tjetër që do i kishë marrë votat edhe deputetëve individualisht, sepse gjatë kohës së qëndrimit në parlament kemi krijuar ndoshta shoqëri që ndoshta ndonjë kandidat tjetër është më i preferuar dhe do i kishë marrë votat. Mirë, po këta kanë ngel në këtë pozicionin pat pozicion, dhe unë mendoj që ndoshta duhet edhe presidenti të ndërhyrë në mënyrë që të zhbllokohet, ose në fakt nëse këta s'mund t'i sigurojnë, le deklarojnë që s'munden me i siguru votat edhe të vazhdohet me procedura tjera. Ai pa dhënë disa propozime, ka pas edhe deputet të partive tjera që kanë dhënë propozime tjera, por që të cilët kandidate janë deklaruar sigurisht nga presioni që e kanë pas nga partia, sepse ata zguxojnë as mendojnë ndryshe, ne po e shohim se s'kan informacion as deputetet e mazhorancës, vjen me një qëndrim, vjen me një kandidate, votat janë të njëjta dhe kemi ngel këtu ku kemi ngel. E di që kryeministri kurte kryeministrin edhe ty tashmë nuk përret në një takim jashtë kuvendit të Kosovës, atë po e bën Amir Dehari. A mund ta tregoni çka saktësisht po ju kupton zoti Dehari në ato takime që po i bani? Sepse dim që presidenti më qenë. Zoti Dehari ka një rol krejt tjetër, ka rastis me qenë deputeti më i vjetër dhe që duhet ta udhëhecë seancat plenare deri në konstituimin e kuvendit. I kom thonë që nuk është fat, po fatkeqësi sepse po të përdorin, nuk ka rol ose nuk ka obligim zoti Dehari me kriju konsensus ose me vendos se a do të votojnë. Thjesht është krijuar një konsensus, votoni, mirë po ne si deputet, përderisa nuk deklarohen, nuk e kemi obligim, sepse nuk ka ndodhur as në të kaluarën që deputetët e pakicës ose deputetët që se kanë pas shumicën parlamentare me votu për një kandidat tjetër që s'ka qenë i partisë të tyre. Dhe kjo pikrisht nga ju mediat e kom pa një video incizim ku zoti Kurti është deklaruar siguroi votat zgjedhur kryeparlamentar sepse nuk do të kesh votat tona. Edhe tash ajo është alibia më e mirë se ne nuk kemi obligim me votu një kandidat nëse zoti Kurti nuk i ka ftu asnjë lider politik që tulet, presidenta si ka ftu lideret që tulen dhe të vendosin, po megjithatë duhet angazhim i partisë në pushtet për sigurimin e 61 votave dhe le të bëhet e ditur se ata që po e pengojnë konstituimin e kuvendit është lëvizja vetëvendosje dhe jo parti tjera. Deputetët në salë kanë kishur planë shumë të sopë deputetët e partijës për fshirë dhe kryetarin. A keni qenë kaq të bindur që nuk po më pas ndryshim të propozimit të vendosjes? Kryetari është me obligime të tjera dhe është e drejtë e deputetëve, nuk munden të njëjtën kohë, të njëjtën orë me qenë për shkak se kanë edhe angazhime dhe obligime të tjera, po ju në të kaluarën e ke pasur se kanë qenë prezent dhe do të jenë prezent. Ne nuk e kemi ditur se lëvizja vetëvendosja do ta ndryshoj kandidatin, a do të jetë kandidati i njëjtë. Kjo është një realitet. Vota jonë ka qenë kundër, do të vazhdojmë me qenë kundër derisa të vazhdon ky kandidat dhe kjo qasje.
Nuk do të propozojmë, kemi propozuar dhe kemi pasur se ata janë detyruar nga vetë partia se partia vendos kush do të jetë kandidat, nuk vendosim ne si opozit. Ata nëse kishin dashur me zhbllokuesit ose shmujt me marrë dhe ndonjë votë tjetër të deputetëve në mënyrë që të zgjidhet ky ngjarje. Afatet kushtetuese janë tjera, unë besoj që nëse kishim kalu prej kësaj situate në tjetrën, sigurisht që do të ishte një shumicë parlamentare për formimin e qeverisë. Faleminderit. Përshëndetje. Atëherë, më lejoni t'ju them që jam këtu për të shprehur shqetësimin në emër të Lidhjes Demokratike të Kosovës, që lëvizja vetëvendosje sot për herën e 7 pengoi konstituimin e Kuvendit të Republikës së Kosovës. Einstein e ka thënë shumë qartë, është çmenduri me përsërit veprimin e njëjtë dhe me prit rezultat ndryshe. Është sa ta herë që për zonjën Haxhiu ka vetëm 57 vota dhe keni pas sa herë që vinë eksponent televizjes vetëvendosje deklarohen që mbase partitë opozitare kanë reflektuar. Unë për tjerët nuk mund të flas, falen ata vetë, mirë po mund të them në emër të Lidhjes Demokratike të Kosovës që ne nuk kemi vot për Albulina Haxhiun, por as edhe për ndonjë kandidat tjetër. Zgjedhjet e 9 shkurtit e kanë treguar qartë që qytetarët e Republikës së Kosovës nuk i kanë dhënë askujt shumicën absolute për të formuar si parti e vetme institucionet e Republikës së Kosovës, edhe për shkak të dështimeve në 4 vjeçarin e kaluar. Andaj ne kemi bërë qartë që institucionet konstituohen me marrëveshje politike dhe siç po e shohim, pavarësisht rezultatit të votave, lëvizja vetëvendosje insiston që t'i marrë të gjitha institucionet, të gjitha pozitat, mirë po pa e pasur shumicën dhe një gjë e tillë nuk mund të ndodhë. Tani LDK-ja e ka thënë qartë, e ka refuzuar një bashkëpunim të mundshëm përmes një letre e cila ka qenë publike. Mirë po, më lejoni t'ju them që janë edhe 13 parti tjera, sepse gjithsej jemi 15 parti parlamentare në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Andaj unë konsideroj që është dështim i tyre dhe vetëm i tyre në qoftë se këta nuk kanë lënë hapësirë bashkëpunimi me asnjë parti tjetër politike dhe kjo është për shkak të shkeljes së ligjeve, shkeljes së kushtetutës dhe sjelljes së tyre shumë arrogante. Tani unë mund të përgjigjem në atë se çfarë ka ndodhur dhe për qëndrimet e Lidhjes Demokratike të Kosovës, ne i kemi thënë jo një bashkëpunimi të mundshëm dhe një marrëveshje politike me lëvizjen vetëvendosje. Për situata hipotetike nuk mund të flas, mirë po ne insistojmë që duhet marrëveshje politike për të bërë 61 vota në Kuvendin e Republikës së Kosovës dhe këtë natyrisht kushtetuta ja jap të drejtën e propozimit dhe të konstituimit të organeve fillimisht partisë e cila është fituese. Kështu që përgjegjësia është e tyre dhe ata duhet mendojnë qoftë për të ftuar parti tjera parlamentare, qoftë për të zgjedhur zgjidhje për dal nga gërqi. Partit politike, po e them edhe një herë, jo nuk votojnë sepse në tërë historinë e Kuvendit të Republikës së Kosovës ka pasur parti të cilat nuk kanë votuar për kryeparlamentarin. Do të thonë është e drejtë, nuk mundesh me imponu votën dhe nuk mundesh me imponu kandidatin. Nuk është, do të thonë ngërçi nuk është imponuar nga ne, nuk jemi ne ata që po kem ngulim në një kandidat, u potencu disa herë që po përmenden emra të tjerë për të cilët disa parti të tjera opozitare do të thonë do të votonin. Më lejoni t'ju them që partitë politike janë gjithmonë të gatshme për zgjedhje, mirë po unë konsideroj që qytetarët e Republikës së Kosovës nuk kanë votuar në zgjedhjet e 9 shkurtit për ta dërguar vendin prapë në zgjedhje pa u bë konstituimi i institucioneve të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Dhe këtu nëse shkojmë deri te zgjedhjet, prapë përgjegjësia i takon pikërisht partisë politike, partisë e parë e cila është edhe mandatuar sipas institucioneve, sipas kushtetutës së Republikës së Kosovës për
formu institucionet në bazë të një rezultati zgjedhor. Jo, nuk është, sepse do më thonë, veç po e ndryshon komplet kontekstin, sepse ata janë të cilët po presim, ne s'po bëjmë kur farë veprimi, do më thonë, vota jonë është konsistente, mirë po nuk o veprimi jonë, sepse nuk jemi ne ata që kemi propozu kandidat. Ne në qofë se kishim rastin, do më thonë, të kishim propozim një kandidat, natyrisht që nuk do të dështonin të njëjtin 5 ose 6 herë ose 7 herë. Do e kishim ndryshuar. Nuk është përgjësia jona për të zhblokue. Kemi thënë, e kemi deklaru disa herë që përgjësia është e propozusit, është e partisë parë për të zhblokuar situatën. Ne kemi deklaruar votën tonë. Nuk mundet një parti tjetër politike me imponu kandidatë dhe me imponu votën e deputetëve. Nuk ka forcë politike e cila imponon votën e deputetëve në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Deputetët janë thjesht përfaqësues të qytetarëve. Kallëzimi penal është duke u hartuar, kemi kërkuar qasje në vendimet e ministrive, e të gjitha ministrive dhe jemi duke pritur që të kaloj afati në mënyrë që kemi qasje në dokumenta. Jemi në përfundim. Tani në parti kemi juristat të shumët dhe natyrisht që mund të ketë, këtu janë mendime profesionale. Ta keni parasysh, nuk jemi duke bë politik me një çështje të tillë, jemi duke përgatitur një kallëzim penal për cilën ju do të njoftoheni me kohë, ndërsa sa ju përket takimeve nuk mund të them këtë sepse është një rast hipotetik. Urnani? Thatë që historiku tregon që ju të gjitha partitë kanë votuar kryetarin e kuvendit. Sot vjen Kur'an Murati deputeti i lëvizjes së vendosjes, i cili është prapa jush, para 40 anësh të foltore, është pyet se çfarë shembulli e vendosje duke kërkuar vota kur kaluan se ka votuar nëse nuk ka vëzë të kadreve sene ose çfarë tjetër. I njëjti thotë se tash thirrën një vendim të gjykatës kushtetuese, nëse nuk u gaboj, sipas tij e drejta për ta propozuar kryetarin e kuvendit i takon partisë fituese dhe kjo e drejtësi autonome nuk mund të cënohet nga opozita duke preferuar ndonjë kandidat tjetër, por duhet mbështetet kushdo që propozohet prej vendosjes. Edhe unë po e them që e drejta i takon, sepse jo që po e them unë, po e ka thonë gjykata kushtetuese dhe e thot Kushtetuta e Republikës së Kosovës që e drejta i takon partisë së parë. Mirë po askund në asnjë vendim dhe në asnjë dokument nuk thot që mundesh me të njëjtin, do të thonë mundesh me imponu votën për të partive të tjera dhe e thot që ke të drejtë me propozu, po asesi nuk e thot, do të thonë që kjo e drejtë është gjithsesi. Këta e kanë për obligim me bë marrëveshje politike për konstituimin të kuvendit fillimisht e mandatit të qeverisë të Republikës së Kosovës. Është edhe një çështje tjetër të cilën këta po e deklarojnë. Këta thonë që i kanë votat për qeverinë, mirë po dëshirojnë që kandidatja e tyre për kryetarët e parlamentit të votohet edhe nga opozita, nga se sipas tyre kjo përfaqëson kuvendin e tjera. Në të kaluarën, do të thonë gjithmonë ata që kanë pasur ato votat për qeverinë janë shfrytzuar edhe për votimin e kryetarit të kuvendit. Kështu që situata është e qartë, këta nuk kanë vota as për qeveri dhe as për krye parlamentare. Do të thonë thjesht duhet me pas marrëveshje politike sepse nuk mundesh me imponu vot në asnjë mënyrë. Nuk mundesh me ju tregu prap deputetëve se qysh me votua ata për një kandidat të caktuar. Ako gjasa sa do pak që në LDP ta votoj propozimin e vetëvendosjes, sa do pak gjasa, me qenë se fillimisht nuk i keni votuar se raportin për verifikimin e mandateve, pas 2-3 seancave keni ndryshuar qendrim pas një mbledhje që është mbajtur. Nuk ka gjasa, do të thonë që LDK të votoj, nuk e kemi ndryshuar, e kam thonë për të satën herë, vendimin për verifikim të mandateve ka qenë komisioni i cili ka ardhur në një konkluzion tjetër dhe ka përgatit një raport duke u thirrë në vendimin e gjykatës kushtetuese për rastin e Qazim Qeskës, të cilit gjykata kushtetuese dërheqjen deklarative ja ka njohur si dërheqje de facto dhe de jure, dhe është detyruar që me dha ndërheqje. Ka qenë komisioni profesional i përfaqësuar nga partitë politike, i cili, domethënë, ka ardhur në përfundim që ne duhet t'ju njohim deklaratat e tyre si dorëheqje. Dhe mandej rrjedhimisht kjo ka qenë deri te vendimi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës që ne, me qenë se po ju njohim dorëheqjet deklarative, këta pas kanë bërë një shkelje tjetër sepse janë duke kryer funksione ekzekutive edhe tani derisa
flasim. Faleminderit shumë. Urdhna edhe një pyetje ta. Për votat e opozitës do të flasim në momentin kur bëhet konstituimi i kuvendit, kur kalon 15 ditëshit që i takon partisë parë dhe mandej e shohim. Domethënë edhe kjo është një situatë për cilën duhet mund të përgjigjemi vetëm pas kalimit e afateve kushtetuese. Faleminderit. Veç edhe një pyetje. A ju duket pak satane për qytetarët, për gjithë deputetët që po e bëjnë ka shqiptyre që kanë dalë në votime? Për shkak që kanë zvarritje radha zgjedhje, është një farë lloj obligimi qoftë i partisë më të madhe që ka dalë nga zgjedhje, por edhe nga partitë e tjera të gjejë zgjidhje. A ju duket se ka reagime nga qytetarët se po ju duket falë këtë çështje? Tani t'ju them të drejtë, nuk është që kemi sondazhe ose matje ose për të pasë si qëndron percepcioni publik, por logjika e thotë që edhe nëse jemi përgjegjës të gjithë 120 deputetët sa jemi në kuvend, këtu përgjegjësinë më të madhe e bën partia politike e cila ka vendin e parë. Janë 42% të qytetarëve të Republikës së Kosovës, janë 48 deputet që ulen në atë sallë dhe janë televizës vetëvendosje, andaj që edhe nëse përgjegjësia do të shpërndahej logjikisht në mënyrë proporcionale, përgjegjësia në çfarëdo varianti, për bllokadë, për shkurjen zgjedhje, për gjithçka tjetër i takon lëvizjes vetëvendosje. Faleminderit. Përshëndetje. Nëse mund të fillojmë? Atëherë ishim pra dëshmitar të edhe një seance me radhë, ose të një vazhdimi të seancës konstituive me radhë, i cili pra nuk arriti që të realizonte me sukses konstituimin e institucionit të kuvendit. Pra nuk u votua kryetari i kuvendit, në këtë rast propozimi i partisë fituese, zonja Albulena Haxhiu. Si që kam thënë edhe herën e kaluar, ne si parti fituese kemi kryer obligimin ton kushtetues fillimisht duke propozuar kandidatin, pra këtë e kërkon kushtetuta, që subjekti fitues i zgjedhjeve të propozoj kandidatin për kryetar, dhe pastaj kemi kryer obligimin ton kushtetues edhe duke votuar për. Pra e shihni që në vazhdimsi votat tona janë për. Ata që thonë se po bllokohet konstituimi, nga të gjithë dhe gjithë duhet ndajnë përgjegjësinë barabartë e kanë gabim, sepse me vot për nuk ka blokad. Pra blokada bëhet kur nuk voton për, kur voton kundër ose abstenon ose nuk merr fare pjesë në votim. Pra me votën për, ne për të votës për që kemi, nuk mund të votojmë vota tjera, sepse kaq na ka dhënë qytetari. Për kundër kësaj vlen theksohet që në vazhdimsi, pra siç e keni pa, kanë qenë 57 vota të deputetëve. 57 deputet kanë votuar për, dhe ajo çfarë vlen theksohet është që janë të përfaqësuara të gjitha komunitetet pahis në ato vota. Pra ajo çfarë po mungon në këtë rast është që votat e deputetëve subjekteve shqiptare, që përfaqësojnë subjekte shqiptare, të marrin pjesë në konstituim të kuvendit dhe të zhbllokojnë procesin. Ne sot e pa me gjithatë një progres, pa një ndryshim, që tek votat kundër pati pra një rënje. Herën e kaluar kishin qenë 46 vota, kurse sot i patëm 41 vota. Shpresoj dhe uroj, pra në mënyrë që të mos kemi këtë betejën e çdo 48 orëshe ku duhet dalim këtu dhe të vim të deklarojmë se pse dështoj dhe kush e ka fajin, shpresoj dhe uroj që këto vota pra që sot nuk ishin kundër, të bëjnë hapin e radhës dhe deri në seancën tjetër, pra të marrin përgjegjësinë që u ka dhënë qytetari, të mos refuzojnë mandatin e tyre dhe të votojnë për konstituim të kuvendit. Sepse vetëm konstituimi i kuvendit hap rrugën pastaj për procese tjera të cilat mbaren nga marrëveshjet politike dhe nga koalicioni i qeverisës. Demokrati apo negocion me një parti të madh të përfshirë edhe të këm për të kaluar tek jashtë politike, por ata që janë negociuar me aleancën pasi ajo ka dhënë shpresë votimi për kandidatë të tjerë. Siç edhe jeni dëshmitar, pra ftesa ka qenë publike për konsensus politik në mënyrë që të dakordohemi për të ecur përpara. Pra këtë ftesë ka bërë kryesuesi i seancës, ne jemi të gatshëm si subjekt, si partia fituese dhe partia më e madhe me grupin më të madh parlamentar të marrim pjesë sa herë na ftojnë dhe jemi të gatshëm edhe të ofrojmë zgjidhje përpara. Megjithatë, i shihni që janë subjekte tjera që kategorikisht si subjekte pra kundërshtojnë ose edhe nuk marrin pjesë. Megjithatë, kemi pa deklarime të deputetëve individual pra që kanë shprehur gatishmërinë që të
japin kontributin e tyre pozitiv për që këtë proces përpara. Shpresoj që ky disponim, kjo lloj qasje pra të filloj dhe të mbizotëroj edhe në për subjektet në mënyrë që të ecim përpara. Që deputetët e opozitës e dikushme po votojnë kundër. Po mendoni që vota kundër është antikushtetuese, për faktin se kushtetuta ja njeh të drejtën deputetit të votojë pro, kundër ose të abstenoj. Dhe është antikushtetuese insistimi ju që të merrni vota pro të partive opozitare të deri të tjeshme, e para, dhe e dyta, atë të ketë vendosja ndonjë inicim për takime brenda këtyre 48 orëve, të cilat vuan për herë të 7, seanca e së martës do të jetë seanca e 8, çfarë po bëni në këto 48 orë? Se nuk ka diskutime për aprem të qëndrimeve ose për me shkrikët akullin e madh që e keni vëzhgjetur. Sa i përket çështjes së votave dhe propozimit, besoj që kushtetuta është mjaft e qartë, pra edhe sa i përket propozimit të kandidatit, kushtetuta këtë drejt ja njeh ekskluzivisht partisë fituese. Pra fituesi e propozon kandidatin. Sa i përket votës së deputetit, gjithsesi që deputeti është i lirë të votojë pro, kundër ose abstenim, edhe kjo është e drejtë kushtetuese, shkelja është nëse nuk votohet, pra shkelja kushtetutës është nëse deputeti nuk e ushtron përgjegjësinë, mirë po nëse gjithë votojnë, dhe pastaj kemi një rezultat ku dështon konstituimi i kuvendit, atëherë ai do të ishte mesazh që përfaqësuesit e popullit nuk janë të gatshëm të themelojnë institucionet dhe duhet të rikthehet për rilegjitimim procesi edhe një herë tek votuesi. Pra ky do të ishte skenari kur të gjithë votojnë dhe nuk kalon, po kjo do të ishte një ngërç. Kjo do të ishte një ngërç i cili nuk ka rrugë përpara. Pra jemi në situatën e njëjtë sikur tek çështja e verifikimit të mandateve. Po të mos votohej raporti për verifikimin e mandateve, do të ishim në situatën ku ose do duhet dorëzuar mandatet, meqense deputetët s'po i pranojnë, ose do duhet votuar për. E pam që rezultati dhe vendimi për të votuar për raportin për verifikim të mandateve është bllokoi procesin dhe ecëm tutje. E njëjta gjë duhet ndodhë edhe tani. Pra si që kemi thënë edhe më herët, ne nuk jemi për skenarin apo për opsionin e fundit që do të ishin zgjedhjet në atë rast, mirë po një situatë e tillë ku kuvendi, deputetët e zgjedhur nga qytetarët refuzojnë të ushtrojnë përgjegjësinë, funksionin e vet, që të konstituojnë kuvendin, atëherë kjo do të nënkuptonte që shteti nuk mund të shkojë pafundësisht pa kuvend të konstituar. Dim që vendosin e të kaluara asnjëherë nuk është votuar kryeparlamentarin e propozuar nga partitë e tjera. Histori komplet kështu. Pse tash ju apo ju duket se po impononi një kandidat që radhazi po e kandidoni duke ditur se si keni votat, dhe dyta pyetja e ngjashme me parafojsen tuaj, apo ju duket tallje me qytetarët kjo formë e zvarritjes së krijimit të institucioneve? Sa i përket çështjes parë, pra në të kaluarën, e kam thënë edhe një herë, ka qenë pyetje edhe në seancat apo vazhdimet e kaluara, që ne si subjekt në të kaluarën kemi pasur qëndrime të cilat pastaj janë ndryshuar për shkak se ka pasur interpretim kushtetues. Pra, kemi pasur një situatë ku ne kemi shprehur një opinion, ndoshta ashtu ka qenë më mirë të veprohej edhe atëherë, që të mos rezulton pra në këto ngërshjet e vazhdueshme, por për shkak se një parti tjetër ka qenë fituese, në vitin 2014 gjykata kushtetuese ka patur arsyeshme ta japat interpretim që e ka dhënë. Tani ai interpretim qëndron, është po e njëjta kushtetutë, s'ka ndryshuar. Dhe në këtë rast ne çfarë po kërkojmë është të zbatohet standardi i njëjtë për të gjitha partitë fituese. Sa i përket çështjes edhe të partive tjera pra çfarë kanë bërë. Në të kaluarën siç e dini pikërisht për shkak se pozita e kryetarit të kuvendit ka qenë pjesë edhe e pazarit dhe dakordimit apo diskutimit për formim të koalicionit qeverisës, shpesh herë është ruajtur apo është vendosur që të dyja të votohen në blok. Kësaj radhe, pra ne si parti fituese kemi bërë propozimin e kandidatit duke dhënë sinjalin që kjo pozitë, me qenë se i takon fituesit, duhet të votohet kandidati që propozohet nga fituesi, në këtë rast Lëvizja Vetëvendosje dhe Zoni Albulena Haxhiu, ndërkaq për koalicionin qeverisës, pastaj kemi 15 ditë momentin që caktohet mandatari, emërohet mandatari. Sa i përket pyetjes së dytë, unë besoj që njësoj sikur qytetarët edhe ju si gazetar, pra nuk është e këndshme që dilet ditën e diel, ditë pushimi në kuvend, edhe për neve gjithashtu, si përfaqësues të zgjedhur dhe përfaqësues të qytetarëve, nuk është se është e këndshme që dilet çdo 48 orë dhe të tentohet për të konstituuar kuvendi. Megjithatë, bara e përgjegjësisë, prapë edhe një herë për përsëris,
u takon atyre që kanë ngullur këmbë se duhet votojnë kundër dhe nuk duhet lejojnë procesin të rrjedhë përpara. Kompromisi i lëvizjes vetëvendosje mund të jetë në kandidatët për kryetar të opozitës që propozohen nga ta. Pra ne jemi të gatshëm të pranojmë kandidatët e tyre. Emrat që ata i propozojnë, pavarësisht nëse mund të kemi mendime individuale për secilin prej tyre që ndoshta mund të ishin të papranueshëm me të njëjtin standard, e ndoshta edhe më keq. Por kompromisi jon pra do të jetë që kandidatët për kryetar të propozuar nga 2 parti tjera, sepse siç e dini kushtetuta parashet që janë 3 partit më të mëdha që kanë kryetar dhe janë 2 përfaqësues të komuniteteve jo shumicë, pra kompromisi ynë do të ishte në këtë aspekt. Të njëjtën po kërkojmë, nuk po kërkojmë diçka që ne s'po ofrojmë, pra të njëjtin po kërkojmë edhe nga partitë opozitare, që të votohet kandidati që ne kemi propozuar, që na takon si e drejtë kushtetuese. Do të thonë kompromisi edhe një herë po përsëris, kompromis ne po ofrojmë. Kompromisi ynë është kandidatin për nënkryetar që propozon LDK-ja, edhe PDK-ja ne ta votojmë, pavarësisht që mund të kemi bindje të ndryshme për ta dhe ndoshta mund të mendojmë që s'janë të drejtë. Nëse për kandidatët për kryetar të vendit nuk po siguroni 61 vota, që mendoni me pa qeveri kur duhen pa aq vota, edhe konsideroni që partit tjera ndoshta po i bëjnë dhe duke dhënë më shumë kohë për me siguruar edhe spaku 4 votat e nevojshme për qeverinë. Sa i përket procesit të konstituimit të kuvendit, më lejoni ta riktheksoj edhe një herë që konstituimi i kuvendit është obligim i gjithë deputetëve. Është detyrë kushtetuese e gjithë deputetëve, pra nuk ka të bëjë me koalicion qeverisës. Prandaj edhe janë si 2 procese të ndara edhe në kushtetut. Pra është konstituimi i kuvendit, caktimi mandatarit nga presidentja dhe pastaj janë 15 ditë për të gjetur 61 votat për koalicionin qeverisës. Domethënë janë 2 procese të ndara. Kurse sa i përket pyetjes së dytë ishte për pyetja e dytë ke vazhdimësi të parë të pak, çish më rënë votat për qeverinë? Jo, sa i përket kuvendit, a duhet të vazhdoj tutje si qeveri apo a kemi ne interesim për të vazhduar tutje? Ne kemi interesim dhe po e themi që të konstituohet kuvendi. Pra në vazhdimësi kemi kërkuar këtë. Ne po votojmë për. Blokada jonë ose blokim nga ana jonë do të ishte po qëse ne nuk kishim prezantuar kandidat fare. Do të thonë kishim marrë në seancë dhe kishim thonë na falni ende s'kemi vendosur për kandidatin, shihemi seancën e radhës. Ky do të ishte blokad nga ana jonë. Ne kemi propozuar kandidat dhe ne po votojmë për. Si mund të blokoj dikush që voton për edhe që e propozon kandidatin? Se po e vendosni si qendrim parimor faktin që janë deklaratat përsëritura nga ministrin detyrë Hekuran Morati. Thelbi çështës është që ky transmetim i drejt për drejt i këtyre deklaratave pas dështimit të vijimit seancës së 7 për zgjedhjen e zonës Haxhiu kryekomendare, u konfirmua se seanca tjetër do të jetë të martën nga kryesuesi i seancës, siç parashihet me rregullorët punës kuvendit që çdo seancë të mbahet nëse dështon brenda 48 orësh, sa po foli kreu i PDK-s Memli Krasniq, Time Kadria nga AK, Hykmeti Bajrami nga LDK dhe po diskutonte mbi 10 minuta ishte zoti Hekuran Morati, qëndrime diametralisht krejt e kundërta. Si cilëson ka solli këtë situatë? Po e para do thot këto deklarime na tregojnë Time Kadria, Hykmeti Bajrami dhe Hekuran Morati. Këto deklarime do thot e bën qartë që edhe pas 48 orëve do të kemi dështim. Nëse nuk ka ndonjë lëvizje brenda këtyre 48 orëve, mirë po qartë që nuk ka vullnet për një lëvizje të tillë, sepse përfaqësuesi i fundit e tha që nuk ka arsye të ketë veprime të tjera sepse ne jemi brenda frymës së normave kushtetuese. Është një kakofoni e deklarimeve që do thotë e bën të paqartë situatën, që tregon mjerisht që edhe subjektet e dyta e treta janë të paqarta se si dilet për kësaj blokade, ku i ka vendosur lëvizja vetëvendosje me imponimin e saj për emrin e kandidatës Albolina. Po çon zgjedhje. Mirë po ai Krasniqi filloi duke bën një interpretim të renditjes kushtetuese si shkojnë procedurat, deri te krijimi i qeverisë, që ajo mund të bëhet edhe nga ekspert juridik, mirë po ajo është përfaqësues politik dhe duhet jap zgjidhje politike për këtë problem. E para tha
kjo blokada nuk është për Albulena Haxhiun, tha po është për Albin Kurtin. Unë që pak e sfidon pozicionimin e tyre të deri tanishëm se kandidatja për kryetarët kuvendit është e papranueshme për partinë e tyre, nga se ka dëshmuar frymë përçarëse jo konsensuale, gjë që i nevojitet kandidatit, gjë që i nevojitet kryetarit të kuvendit ta ketë, sepse kemi subjekte të ndryshme parlamentarët duhet të Vota jonë është mesazh politik për Kurtin. Për Kurtin, por në njëjtën kohë tha që edhe Kurti po e sakrifikon Albulena Haxhiun, gjë që nuk i ka numra. Mirë, po kur u pyet nga gazetarët që çfarë do të ishit ju në gjendje të bënit nëse edhe dështon, sepse përshpejtohet procedurat, votohet Albulena dhe dështon Kurti në 15 ditëshin e afatit kushtetues. Tha po njerë duhet kryet kjo punë që të vim, çfarë, qeveriti do me kryu ad hoc, duke e pritë... Analisa tha të mirë. Kjo tha tem për analisat, kjo pak sa ishte ofenduese, do thot, ishte ofenduese sepse ti e përdhon dilemë... Tregoje të vërtetën, raporti i PDK-s me LDK-n nuk ka tangent konsenzusi. Ishte ofenduese sepse kjo nuk është për analistat, po ta përfundoj. Përgjigjja e tij nuk është kërkesë që analistat të japin interpretim në këtë dilemë politike, po është ekskluzivisht e zotit Krasniqi, e zotit Abdigjiku, e zotit Haradina, e Lima e tjerëve, se çka me që jemi në këtë situatë ku zoti Kurti nuk i ka numrat për formimin e qeverisë. Çka? Cila është alternativa për shtekdalje nga kjo situatë? Jo, ne duhet ta presim që ai të konfirmohet që dështon dhe më pastaj ne do të jemi ndje. Kjo është tallje, por atash. Kjo që deklaroi zoti Krasniqi, duke tentuar me mbulu dështimin e subjekteve dyta e treta për të ndërtuar alternativë koherente në raport me kryeministrin Kurti. Po në raport anti-Kurti dhe duke tentuar që me zhvendos këtë dështim të politik të tyre në studiet televizive, duke sikur u josh pak nga retorika e kryeministrit Kurti që i akuzon analistat për problemet e brendshme, për problemet e veta politike. Nuk po reakuz, mirë po tha jo shkoni, kjo është mohabet i analistëve. Tem për analist. Tem për analist, më thonë që ishte një lloj imitimi fatkeq i retorikës së kryeministrit Kurti kur zakonisht i akuzon analistët për mungesën e përgjigjeve në pyetje dhe dilemat politike që ekzistojnë për to. E dyta, Time Kadria, domethënë i rikonfirmoi pak a shumë të pozicionet të njëjtë të asi. Lidhja Demokratike e Kosovës tregoi që me logjikën e saj politike është në një situatë pa shtekdalje dhe logjika politike e Lidhjes Demokratike të Kosovës e ushqen krizën aktuale. Pse ushqen? Sepse është në kontradikt me vetveten. Dhe kur je në kontradikt me vetveten, ti e ushqen krizën. E para, zonja Bajrami deklaroi: ne nuk e votojmë asnjë kandidat të lëvizjes vetëvendosje, jo vetëm zonjën Haxhiu, po asnjë. Ne kemi një blokadë totale në raport me qytetarët e Kosovës, ta kanë votuar për qeveri konsensuale. Kanë votuar jo që një parti ta ketë monopolin politik në drejtimin e qeverisë, por që ajo duhet të jetë rezultati i konsensusit politik. Mirë po tha, ne nuk shkojmë me lidhje me lëvizjen vetëvendosje. Do thot, pse nuk shkon me lëvizje vetëvendosje, sepse konsideron gabim. Mirë, por në njëjtën kohë tha, mund parti tjera le të shkojë. Ajo tash po i rekomandon politikisht të veprojnë, po i këshillon parti tjera politike për të dalë nga kjo situatë në atë që nuk po ja dëshiron vetë. Votojeni ju që ne të mos marrim faj kolektiv për çka do të ndodh për dështimet e ardhshme. Ajo po i thot në këtë rast PDK-s ose aleancës. Ajo po i thot aleancës dhe lidhjes dhe Partisë Demokratike të Kosovës që ju bëheni bashkëpërgjegjëse e bashkëpjesëmarrëse e bashkëfajtore në dështimin e ardhshëm qeveritar, ndërkohë Lidhja Demokratike e Kosovës nuk dëshiron të përzihet në këtë situatë. Mirë, po kjo është sepse çka nëse të gjitha partitë politike a kanë votuar qytetarët e Kosovës për konsensus? Ja logjika, a kanë votuar për qeveri konsensuale. Çka nëse të gjitha partitë politike kanë të njëjtin vlerësim si Lidhja Demokratike e Kosovës dhe i ndëgjojnë këshillat e Lidhjes Demokratike të Kosovës që nuk bën të bashkëpunohet me lëvizjen e vendosje për shkak dëmeve që i sjell vendit. Qytetarët thanë nuk kanë votuar atëherë për zgjedhje të reja, por për konstituim të organeve. Apo është kontradiktën politike të këtij subjekti. Duket që janë për shkak se nuk kanë alternativë. Qytetarët s'kan votuar mirë koordinuar. Nuk kanë kauz. Qytetarët s'kan votuar për zgjedhje të reja të menjëhershme. Qytetarët kanë votuar për një koalicion konsensual qeveritar, ndërkohë ne s'marrim pjesë, nuk i dojmë as zgjedhje të parakoshme, as s'ia votojmë asnjë kandidat lëvizjes vetëvendosje. Kush do të qoftë ai dhe po ashtu nuk morin pjesë në aranzhimonet e këtë pozicion të pozicion i paqartë duket ka me peng
Lidhja Demokratike e Kosovës nuk po mund të çlirohet nga një farë lloj ankthi për të marrë vendimin situata delikate Se ky lloj ankthi? Po nuk e di, tash mbase përvojat e negative të kaluara që kanë pasur sidomos me lëvizjen vetvendosje, kanë vendosur në një situatë pa shtekdalje, frika se çka mund ndodh në të ardhmen, sepse është një situatë pa qartë. Kontradikt patë në qendrim. Është kontradikt e cila është qend, dëgjoj. Në mënyrë të pavetëdijshme, në mënyrë të pavetëdijshme, ky pozicion i lidhjes nuk ja rekomandoj, ta çarçoj pozicionin, nuk ja rekomandoj unë Lidhjes Demokratike të Kosovës të bëj koalicion qeveritar me lëvizjen vetvendosje. Është e drejtë e saj. Por pozicioni i saj e ushqen krizën, sepse as nuk është për zgjedhje të parakohshme, as nuk është As këndej. As andej, as këtë dhe tash të duhet i dilit për kësaj situate. Ndërkohë, përfaqësuesi i pushtetit në mënyrë të Hekoran Murati. Përfaqësuesi i pushtetit në mënyrë të tinzore u tentoi ta manipuloj opinionin publik, sepse nuk kishte përgjigje për dilemat pse ju jeni sjellur në të njëjtën mënyrë sikur sot po sillet opozita, partitë subjektet opozitare kushtimisht po i quaj, tha jo sepse ne kemi pasur një opinion politik që kemi menduar që është mirë, ndërkohë gjykata kushtetuese e ka qartësu dhe atëherë tash duhet i qëndrojmë besnik. M'fal. Por kur e ka qartësu gjykata kushtetuese, ju përsëri në 2014 nuk keni vepruar në koherencë, edhe në 2014 pasi është qartësu, nuk keni vepruar në koherencë me rekomandimin e kryetar kuvendit vetë nuk e ka votuar. As në 2017 nuk keni vepruar në koherencë me paragjykimet që ju i keni pasur se si duhet të zgjidhet kryetari i ose kush duhet të jetë kryetari. Kështu që domethënë është një manipulim i pastër me një tentim për me masku kontradiktën. Edhe vënia thekse te partia e parë që ka dhe partia e parë vënia e thekse dhe një lloj përpjekje me masku dhe me e mbulu kontradiktën po ashtu legale, politike, juridike në cilën ndodhet edhe partia fituese e zgjedhjeve. Në këtë situatë, mjerisht këto veprime, kjo lloj logjike politike do të ta ushqejë edhe më shumë krizën në cilën ndodhemi dhe duke shpërndarë pasoja të paparashikueshme në kuptimin politik. Do kjo është gjendja mjerisht pa shtekdali në cilën jemi dhe një epizod tjetër i serisë të dështimeve me një parashikim lehtësisht të ditur me deklarata të përsëritura pozicioneve që u mbajtën dihet cili do të jetë edhe qëndrimi i tyre. Duket se zonja Haxhiu ka na fakt të keqe. Do të ketë na fakt të keqe, na fakt po them fat të keqe. Jo, po në kuptimin institucional, po jo në kuptimin politik jo sforcon pozicionin e saj të brendshëm, sepse sa më tepër që i papëlqyer prej subjekteve kundërshtare politike brenda gradohesh më shumë thu. Gradohesh më shumë politikisht sepse atëherë tregon që je në linjë me frymën lojale të subjektit politik. Do thotë sa më tepër që ne pam çka ndodhi, kemi përmendur disa për zgjedhje duket se janë të gatshme dy partitë. VV përmend zgjedhjet, ne nuk jemi për zgjedhje, po na imponohet situata, edhe Partia Demokratike e Kosovës mjaft i zëshëm me Mlikasiçi. Mirë, po ruhen, dëgjoj, këto janë ende peng. Mos ta bllokojmë situatën, sepse edhe po. Dëgjoj ku është problemi. Këto kanë ende një lloj frike, subjekti i dytë, i tretë, i katërt, tentojnë të ruhen e disi ta maskojnë vetveten që të mos krijojnë përshtypje, mos krijojnë percepcion publik që po ja uzurpojnë të drejtën demokratike partisë fituese të zgjedhjeve. Këto tash ende janë brenda skemës mentale, dëgjoj, ende nuk kanë ndërtuar alternative dhe konceptuale e para. Më pastaj ende s'kan zbarkuar si duhet te opinioni tonë. Ende s'kan zbarkuar si duhet, ende nuk e kanë qartë si do t'i qasen për t'ia shpjeguar opinionit publik veprimet e ardhshme, sepse ende janë peng që sikur në ngjarjet në veri, ne kemi pasur, domethënë, e njëjta situatë kur për 4 vjet në kuvendin e Kosovës, subjektet opozitare nuk kanë pas qasje të kristal në raport me zhvillimet në veri. Ju kanë nënshtruar shantazhit politik, televizjes vetvendosje, ne kemi pas si Krasniqin, si Lumir Abdigjikun, 2 herë kur janë sfidu a jeni që kriminalet të kapen me koordinim apo pa koordinim ndërkombëtar. Ne kemi pas që s'kan pas përgjigje. Dhe në këtë situatë duket që ende nuk kanë përgjigje, nuk kanë përgjigje politike. Nuk kanë përgjigje politike se si do të mund të mbrohen e të artikulojnë veprimin e tyre të ardhshëm politik që nuk janë duke cënuar vullnetin demokratik të partisë fituese të zgjedhjeve. Kjo është sfida, sepse nëse këto subjekte politike nuk arrin t'ia transmetojnë opinionin si duhet, këtë dilemë politike mund t'ju rikthehet në bumerang dhe këto të shihen me të vërtetë në atë mënyrë se si portretizon lëvizja vetvendosje që janë kundër disponimit të sovranit. E fundit ka sollet që ta përfundojmë sepse
po bën 1 orë 50 minuta, 1 orë 50 minuta, në 9:30 kemi filluar transmitimin këtë program special, program direkt. E Kuran Murati tha, e keni parë, ne jemi për, kandidatin 57 vota jam për. Po, më dëgja. Shiko. Votat tona jam për, tha, na nuk po dalim kundër. Po i kontribuojmë. Nuk jemi kundër vetëvendosjes, me votat tona nuk jemi kundër vetëvendosjes. Është që deklarat naive e qesharake, ofenduese edhe më tepër për qytetarët e Kosovës, që besoj nuk ja vlen edhe të analizohet, por në përgjithësi Boni me zotha, ata po votojnë kundër dhe. Tentova të thotë që secilës prej subjekteve politike t'ja deshifroj kontradiktat në cilat ndodhen ndërmjet vete, përmbajtësisht e si të tilla janë një lloj burimi e ushqimi i përkeçimit të krizës politike dhe pamundësisë për shtekdaljen në cilën ndodhemi. Sfida kryesore e partive, subjekteve 2, 3, 4, se por unë ati quaj opozitare, do t'jetë sa do t'jenë në gjendje ta bindin opinionin publik që nuk ishte një lloj grushteti demokratik kjo mos gatishmëri për t'ja votuar. Siç po tenton lëvizja vetëvendosje do të tentojë metaforikisht ta paraqesë një lloj grushteti demokratike kundër partisë fituese zgjedhjeve në bashkëpunim subjektet opozitare shqiptare me atë të listës serbe. Edhe me pasojat që si pasojë duhet prodhojmë për shtetin e Kosovës. Besoj kjo është pak a shumë. Ishim këtë transmetim po them. Bini orë 50 minuta, në 9:30 kemi filluar këtë program special për të analizuar zhvillimet në seancën e sotme që është vijim i seancave dështuara të kaluara dhe sot dështojnë. Edhe me gjasë edhe seanca e të martës epizoda 8 do ta ketë njëjtin përfundim. Neve na mbetet natyrisht të raportojmë, ta mbarojmë punën tonë, të kontribuoni ju këtu. Faleminderit për do të jemi të martën përsëri. Edhe për gjithë të tjerat, faleminderit për gjithë ekipin që punoi edhe sot për të analizuar në këtë ditë vikendi këtë program direkt në TV Arbëria që shpërndahet përmes platformës ISP Broadcast, shoqëruar dhe me internetin më të mirë 6G. Faleminderit të nderuar shikues që na ndoqët rishihemi. Nesër është e hënë, po natyrisht me programin ton të rregull do të them mirëmbrëma atëherë se jo mirë vita, siç e thash sot në fakt e ngatrova konceptin kohë. Mbase diell faktorin kohë. Faleminderit që na ndoqët. Kënaquni, vikend të mirë, rishihemi nesër. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.